Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, mbi kokën tuaj qëndron një objekt që shkencëtarët e kanë studiuar për më shumë se 50 vjet. Një objekt që ne e shohim çdo natë, një objekt që duket se e njohim më mirë se çdo trup tjetër qiellor. Por ja çudia, sa më shumë e studiojmë, aq më pak kuptojmë. Hëna jon, sateliti natyror i vetëm i Tokës, sillet në mënyra që shkelin çdo rregull të fizikës planetare. Dhe kjo nuk është teori konspirative. Këto janë të dhëna nga NASA, nga Instituti Teknologjik i Massachusettit, nga Universiteti i Kalifornisë. Të dhëna që bëjnë që disa nga shkencëtarët më të respektuar të botës të pyesin një pyetje të çuditshme. A është hëna jon natyrale? Në vitin 1969, më 20 nëntor, astronautët e Apollo 11 bën diçka të pazakontë. Pas kthimit në modulin orbital, ata hodhën fazën e zbarkimit mbrapsht në sipërfaqen e hënës. Ishte një përplasje e kontrolluar, e dizajnuar për të testuar pajisjet seizmografike që kishin lënë atje. Shkencëtarët prisnin një lehtësim të shkurtër, disa minuta dridhje, ashtu siç ndodh në tokë kur diçka bie sipërfaqe. Por ajo që ndodhi i la të gjithë pa fjalë. Hëna filloi të dridhej dhe vazhdoi të dridhej. 3 orë e 15 minuta. Seizmografët regjistruan valë që udhtonin nëpër trupin e hënës sikur të ishte një zile gjigante metalike. Doktori Clive Rosey, inxhinier në NASA, e përshkroi atë moment kështu. Ishte sikur dikush kishte goditur një gong. Hëna solli tingull për një kohë të pabesueshme të gjatë. Në tokë kur një tërmet ndodh, valët seizmike zhduken shpejt. Shkaku është i thjeshtë. Planeti ynë ka një bërtham të shkrirë, shtresa të ndryshme densiteti, ujë, magmë. Këto materiale thithin energjinë, por hëna, ajo sillej sikur ishte bosh, sikur brenda saj nuk ishte asgjë që të ndalonte valët. Doktori Maurice Evini, gjeolog i NASA-s, tha diçka që do të citohej për dekada. Është sikur dikush ka goditur një zile në vakum. Nuk ka asgjë që ta ndalojë tingullin. Ky nuk ishte rasti i vetëm. Në prill të vitit 1970, Apollo 13 hodhi fazën e tretë të raketës Saturn në hënë, 15 ton metal, duke rënë me shpejtësi prej 6000 km/h. Kësaj here, dridhja zgjati 3 orë e 20 minuta. Dhe valët ishin edhe më të çuditshme. Ato nuk u dobësuan gradualisht siç do të pritej. Ato arritën në kulm pas 8 minutash, pastaj qëndruan pothuajse konstante për më shumë se 1 orë. Sikur hëna ishte një strukturë zbrazët që rezononte. Tani le të ndalemi këtu, sepse ajo që po ju tregoj nuk është fantashkencë. Këto janë matje nga pajisje që kushtuan miliona $, të vendosura nga astronaut, të analizuara nga institutet më prestigjioze të botës. Dhe ato na tregojnë diçka të pazakontë. Hëna jon nuk sillet si një trup i ngurtë natyror. Ajo sillet si diçka tjetër. Por kjo është vetëm fillimi, sepse kur shkencëtarët filluan të llogaritsin densitetin e hënës, ata zbuluan diçka edhe më shqetësuese. Hëna ka një densitet mesatar prej 3.34 gram për centimetër kub. Toka ka 5.5. Kjo do të thotë se hëna është pothuajse gati 2 herë më e lehtë se sa duhet të jetë. Dhe kjo nuk është një dallim i vogël. Kjo është një anomali masive që shkencëtarët nuk mund ta shpjegojnë plotësisht. Mendoni për këtë. Hëna është e bërë nga shkëmbinj bazaltik, anortozit, materiale që i njohim mirë. Kur i matim këto shkëmbinj në tokë, ata kanë densitet të caktuar. Por kur i matim në hënë, diçka nuk shkon. Është sikur brenda hënës ka hapësira të mëdha boshe, dhoma, kavitete, struktura që nuk duhet të ekzistojnë në një trup qiellor natyror. Në vitin 1970, 2 shkencëtarë sovjetik, Mikhail Vasin dhe Aleksandr Sherbakov, publikuan një artikull në revistën Sputnik. Ata ishin matematikan, jo teoreticien konspirativi. Dhe ata propozuan diçka të çmendur. Hëna mund të jetë një strukturë artificiale. Jo një planet natyror, por një krijim i qëllimshëm. Një satelit i zbrazët i mbuluar me një shtresë shkëmbinjsh për ta mbrojtur nga meteorët. Artikulli shkaktoi skandal.
Por ata nuk ishin të vetmit që mendonin kështu. Doktori Sean Solomon, gjeofizika nga Instituti Teknologjik i Massachusettit, tha në vitin 1973, hëna është më e çuditshme se sa një planet i huaj. Do të ishte më e lehtë të shpjegosh pse ajo nuk ekziston, se sa të shpjegosh pse ajo ekziston. Kjo nuk është një deklaratë e lehtë. Ky është një shkencëtar i respektuar që po thotë se hëna sfidoi logjikën. Le të shohim faktet një nga një. Fakti i parë, densiteti i ulët. Fakti i dytë, rezonanca seizmike. Por ka edhe diçka tjetër. Diçka që çdo njeri e ka parë, por pak njerëz e kanë vënë re e vërtet. Hëna ka madhësinë e përsosur për të krijuar eklipse totale. Ajo është saktësisht 100 herë më e vogël se dielli dhe saktësisht 100 herë më afër tokës. Kjo do të thotë se nga perspektiva jon, hëna dhe dielli duken të kenë të njëjtën madhësi në qiell. Çfarë janë shanset për këtë? Astronomi llogaritën probabilitetin. Në të gjithë sistemin ton diellor nuk ka asnjë trup tjetër qiellor që krijon këtë efekt. Marsi ka 2 hëna, por ato janë shumë të vogla. Jupiteri ka 79 hëna, por asnjë nuk krijon eklipse perfekte. Saturni ka 117 hëna, por përsëri asnjë përputhje. Vetëm toka. Vetëm hëna jon. Një përputhje matematikore kaq e përsosur sa duket e dizajnuar. Dhe ka më shumë. Orbita e hënës është e çuditshme. Shumica e hënave në sistemin diellor kanë orbita eliptike, të çrregullta, por hëna jon ka një orbit pothuajse rrethore. Ajo qëndron në të njëjtën distancë nga toka, me saktësi të mëhnitshme. Dhe ajo është gjithmonë e kyçur në mënyrë që të na tregojë të njëjtën anë. Ne nuk kemi parë kurrë anën e pasme të hënës me sy të lirë. Deri në vitin 1959, kur sovjetikët dërguan sondën Luna 3, askush nuk e kishte parë atë. Kur fotografitë erdhën mbrapsht, shkencëtarët mbetën të habitur. Ana e pasme e hënës është plotësisht e ndryshme nga ana që shohim ne. Ajo ka më shumë kratera, më pak dete bazaltike, një sipërfaqe më të vjetër. Është sikur 2 gjysma të hënës janë ndërtuar në mënyra të ndryshme. Sikur njëra anë është dizajnuar për t'u parë nga toka dhe ana tjetër është fshehur me qëllim. Tani, e di çfarë po mendoni. Kjo tingëllon si teori konspirative, tingëllon si fantashkencë, por le të jemi të qartë. Çdo fakt që kam përmendur deri tani është i verifikuar nga NASA, nga Agjencia Hapësinore Evropiane, nga institutet më të mira shkencore të botës. Problemi nuk është se këto fakte janë të rreme. Problemi është se ato nuk përputhen me modelin ton të formimit natyror të hënave. Sipas teorisë standarde, hëna u formua kur një objekt i madh me madhësinë e Marsit përplasi tokën rreth 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Përplasja hodhi material në hapësirë dhe ky material u bashkua për të formuar hënën. Kjo quhet teoria e përplasjes gjigante dhe është modeli më i pranuar sot. Por edhe kjo teori ka probleme. Problemi i parë, përbërja kimike. Kur shkencëtarët analizuan shkëmbinjtë e hënës që astronautët sollën mbrapsht, ata zbuluan se ato janë pothuajse identik me shkëmbinjtë e tokës, të njëjtat izotope oksigjeni, të njëjtat proporcione elementesh. Kjo është e çuditshme sepse nëse hëna u formua nga një përplasje me një objekt tjetër, ajo duhet të kishte një përbërje të ndryshme. Duhet të kishte gjurmë nga objekti që përplasi tokën, por nuk ka. Është sikur hëna është bërë vetëm nga materiali i tokës. Problemi i dytë, mosha. Disa shkëmbinjtë të hënës janë më të vjetër se çdo shkëmb që kemi gjetur në tokë. Disa janë të vjetër 4 miliardë 700 milion vjet. Kjo do të thotë se ato u formuan para se toka të kishte një sipërfaqe të ngurtë. Si është e mundur? Si mund të jetë hëna më e vjetër se planeti që supozohet se e krijoi atë? Problemi i tretë, bërthama. Çdo planet dhe hënë e madhe në sistemin diellor ka një bërtham metalike. Toka ka një bërtham prej hekuri dhe nikeli që është 1200 km në diametër. Por hëna? Hëna ka një bërtham shumë të vogël, vetëm 350 km, ose nuk ka fare sipas disa matjeve. Kjo është e pazakontë. Është sikur dikush ka hequr bërthamën, ose ajo nuk u krijua kurrë. Dhe pastaj ka çështjen e fushës magnetike.
Toka ka një fushë magnetike të fuqishme, e krijuar nga bërthama e saj e shkrirë. Kjo fushë na mbron nga rrezatimi diellor, nga erat kozmike. Pa të, jeta në tokë nuk do të ekzistonte. Por hëna nuk ka fushë magnetike. Asnjë. Megjithatë, shkëmbinjtë e hënës tregojnë se dikur ajo kishte një fushë shumë të fuqishme, më të fuqishme se ajo e tokës. Pastaj, në një moment të caktuar, ajo u fik. Thjesht u shua, sikur dikush e çaktivizoi. Doktori David Stevenson, planetolog nga Instituti Teknologjik i Kalifornisë, e quajti këtë si mund të ketë një trup qiellor, një fushë magnetike kaq të fuqishme dhe pastaj ta humbas plotësisht. Në tokë, fusha magnetike ekziston sepse bërthama jon është e shkrirë dhe rrotullohet, por hëna nuk ka një bërtham të tillë. Pra nga vinte fusa e saj magnetike dhe pse u shua? Le të kthehemi te eksperimentet seizmike, sepse ka diçka që nuk ju tregova ende. Kur shkencëtarët analizuan të dhënat nga të gjitha përtlasjet e Apollos, ata zbuluan një model. Valët seizmike udhtonin nëpër hënë në mënyra të pazakonta. Disa valë zhduken plotësisht në thellësi prej 60 kilometra, sikur aty kishte një kufi. Një ndryshim të mprethë në strukturë. Shkencëtarët e quajtën këtë kuote 5, por askush nuk mund të shpjegonte se çfarë ishte. Një teori thotë se kjo është thjesht një ndryshim në llojin e shkëmbit, por kjo nuk shpjegon pse valët zhduken plotësisht. Në tokë, kur valët seizmike kalojnë nga një shtresë në tjetrën, ato ndryshojnë drejtim, por nuk zhduken. Në hënë, ato thjesht ndallojnë, sikur kanë goditur një mur, një barierë, diçka që nuk lejon që valët të kalojnë. Në vitin 1988, një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Arizonës publikoi një studim. Ata kishin analizuar të dhënat e gravitetit të hënës të mbledhura nga sonda Lunar Prospector dhe ata zbuluan diçka të çuditshme. Hëna ka anomali graviteti. Zona ku graviteti është më i fortë se sa duhet të jetë. Këto zona quhen shkurti impër dhe ato janë të vendosura nën e hënës, zonat e errëta që shohim nga toka. Çfarë janë këto maskons? Teoria standarde thotë se ato janë thjesht shkëmbinj më të dendur, të varrosur nën sipërfaqe. Por kjo nuk shpjegon pse ato janë kaq të mëdha dhe kaq të vendosura në mënyrë të rregullt. Disa shkencëtarë kanë propozuar se ato mund të jenë mbetje nga përplasje të mëdha meteorësh, por edhe kjo nuk shpjegon strukturën e tyre. Dhe pastaj ka çështjen e kuote, 9 të hënës. Këto janë zona të mëdha, të errëta, që dikur mendonim se ishin oceane. Tani e dim se ato janë fusha lave bazaltike. Por si u formuan ato? Teoria thotë se ato janë rezultati vulkanizmit të hershëm, por hëna nuk ka aktivitet vulkanik sot. Dhe shkëmbinjtë e kuote vjet janë shumë më të rinj se pjesa tjetër e sipërfaqes. Disa janë vetëm 3 miliard vjet të vjetër, ndërsa pjesa tjetër e hënës është 4 miliardë gjysmë. Kjo do të thotë se diçka shkaktoi shpërthime masive lave në hënë, miliarda vjet pas formimit të saj. Por çfarë? Hëna nuk ka një bërtham të shkrirë që të shkaktoj vulkanizëm. Ajo nuk ka tektonik plakash. Pra, nga erdhi lava? Dhe pse u shfaq vetëm në anën që shohim ne, jo në anën e pasme? Doktori Paul Spudis, gjeolog planetar nga Instituti Lunar dhe Planetar, ka thënë: "Kjo është një deklaratë e çuditshme nga një shkencëtar që ka kaluar gjithë karrierën duke studiuar hënën. Por është e vërtet, çdo zbulim i ri ngre më shumë pyetje se sa përgjigje." Le të flasim për kratera. Hëna është e mbuluar me kratera, rezultati miliarda viteve të bombardimit nga meteor. Por këto kratera janë të çuditshme. Shumica e tyre janë shumë të cekta. Në tokë, kur një meteor godet, ai krijon një krater të thellë me një formë kupe. Por në hënë, kratera janë pothuajse të sheshtë. Sikur sipërfaqja është e butë në krye, por shumë e fortë poshtë. Sikur ka një shtresë mbrojtëse. Disa kratera janë të thella vetëm disa qindra metra, pavarësisht se janë 10 kilometra të gjera. Kjo nuk ka kuptim. Nëse një meteor ka energji të mjaftueshme për të krijuar një krater kaq të madh, ai duhet të depërtojë shumë më thellë. Por diçka e ndalon atë. Diçka nën sipërfaqe që është jashtëzakonisht e fortë.
Në vitin 1970, astronautët e Apollo 15 përpiqeshin të vrisnin vrima në sipërfaqen e Hënës për të marrë mostra. Ata kishin një stërpik të veçantë të dizajnuar për të depërtuar në shkëmb, por pas vetëm disa centimetrave, stërpika ndaloi. Ajo nuk mund të shkonte më thellë. Astronautët raportuan se ishte sikur po përpiqeshin të vrisnin metal. Shkëmbinjtë e Hënës janë jashtëzakonisht të fortë, shumë më të fortë se shkëmbinjtë e Tokës. Kjo është një tjetër anomali. Shkëmbinjtë bazaltik në Tokë ka një forësi të caktuar, por shkëmbinjtë bazaltik të Hënës janë disa herë më të fortë. Pse? Çfarë i bën ata kaq të fortë? Disa shkencëtarë thonë se është për shkak të mungesës së ujit dhe ajrit që në Tokë dobësojnë shkëmbinjtë me kalimin e kohës, por kjo nuk shpjegon plotësisht ndryshimin. Dhe pastaj ka çështjen e pluhurit. Sipërfaqja e Hënës është e mbuluar me një shtresë pluhuri të hollë të quajtur regolit. Ky pluhur është krijuar nga miliarda vite bombardimi nga mikrometeorite, por trashësia e tij është e çuditshme. Para se astronautët të shkonin në Hënë, shkencëtarët parashikuan se pluhuri do të ishte shumë i thellë, ndoshta disa metra. Ata kishin frikë se modulet e zbarkimit do të fundoseshin. Por kur astronautët zbarkuan, ata gjetën se pluhuri ishte vetëm disa centimetra i thellë. Kjo do thotë se ose Hëna është shumë më e re se sa mendonim, ose diçka ka pastruar sipërfaqen e saj në të kaluarën e afërt. Por asnjë nga këto shpjegime nuk ka kuptim. Hëna është miliarda vjet e vjetër dhe nuk ka asgjë që mund të pastrojë sipërfaqen e saj. Le të flasim për diçka tjetër, diçka që shumë pak njerëz e dinë. Në vitin 1968, para se astronautët të shkonin në Hënë, NASA zbuloi diçka të çuditshme. Ata ishin duke përdorur teleskop për të monitoruar sipërfaqen e Hënës dhe ata pan drita, shkëlqime të shkurtra që shfaqeshin dhe zhduken. Këto quhen kuote 20 dhe ato janë dokumentuar për qindra vjet, por askush nuk di se çfarë janë. Disa shkencëtarë thonë se ato janë thjesht reflektime të diellit nga shkëmbinj. Të tjerë thonë se ato janë gaz që del nga brendësia e Hënës, por asnjë nga këto shpjegime nuk përputhet me të gjitha vëzhgjimet. Disa nga dritat janë shumë të ndritshme, shumë të mëdha dhe zgjasin shumë gjatë. Në vitin 1974, shkencëtarë nga observatori Lowell në Arizona raportuan një dritë që zgjati për më shumë se 1 orë. Ajo ishte e kuqe dhe mbulonte një zonë prej disa kilometra shkatror. NASA ka një databazë me më shumë se 2000 raporte të fenomeneve tranzitore hënore. Disa janë nga astronaut, disa nga astronomi amator, disa nga teleskop profesional. Dhe ato vazhdojnë të ndodhin. Edhe sot, njerëzit raportojnë se shohin drita të çuditshme në Hënë, por askush nuk mund të shpjegojë se çfarë janë. Tani, le të kthehemi te pyetja kryesore. A është Hëna artificiale? Kjo t'ingëllon si një pyetje e çmendur, por le të shohim se çfarë do të duhej për të ndërtuar një strukturë të tillë. Ju do të duhej një material shumë i fortë për të mbajtur formen. Ju do të duhej një shtresë mbrojtëse për të rezistuar ndaj meteorëve. Ju do të duhej një orbitë qëndrueshme për të qëndruar në vend për miliarda vjet. Dhe ju do të duhej një arsye, një qëllim. Vasin dhe Sherbakov, shkencëtarët sovjetik, propozuan se Hëna mund të jetë një njohur 11, një anije e madhe e ndërtuar nga një qytetërim i avancuar e dizajnuar për të udhëtuar në përhapësirë. Ata sugjeruan se ajo u vendos në orbitë rreth Tokës me qëllim ndoshta për të monitoruar planetin ton ose për të shërbyer si një bazë. Kjo t'ingëllon si fantashkencë, por a është më e çmendur se faktet që kemi? Le të mendojmë për këtë logjikisht. Nëse një qytetërim i avancuar donte të ndërtonte një satelit artificial, si do ta bënte atë? Ata do të fillonin me një strukturë metalike, ndoshta një sferë zbrazët, pastaj do ta mbulonin me shkëmbinj për ta bërë të duket natyrale dhe për ta mbrojtur nga përplasjet. Ata do ta vendosnin në një orbitë të qëndrueshme, të kycur me planetin që po monitoronin, dhe ata do të siguronin që ajo të kishte madhësinë e duhur për të krijuar eklipse perfekte, ndoshta si një shenjë, një mesazh. Kjo përshkruan saktësisht Hënën tonë. Çdo karakteristike çuditshme që kemi diskutuar përputhet me këtë model. Densiteti i ulët, një strukturë zbrazët. Rezonanca seizmike,
një trup metalik i mbuluar me shkëmbin. Orbita perfekte, vendosje e qëllimshme. Eklipset perfekte, një shenjë. Por kush do ta ndërtonte një gjë të tillë? Dhe pse? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet, jo sepse nuk ka prova, por sepse provat na çojnë në një drejtim që shkenca nuk dëshiron të shkojë. Në drejtimin e inteligjencës artificiale, në drejtimin e dizajnit të qëllimshëm. Por le të ndalemi këtu, sepse ka një linjë të hollë midis shkencës dhe spekulimit, dhe ne duhet ta respektojmë atë linjë. Çdo fakt që kam përmendur deri tani është i dokumentuar, i verifikuar, i publikuar në revista shkencore. Por interpretimi i këtyre fakteve është ku fillojnë debatet, dhe këtu është ku gjërat bëhen vërtet interesante. Në vitin 1985, doktori Robin Brett, shkencëtar në NASA, bëri një deklaratë që do të citohej për dekada. Ma e lehtë është të shpjegosh pse hëna nuk duhet të ekzistojë, se sa të shpjegosh pse ajo ekziston. Kjo nuk ishte një koment i rastësishëm. Ky ishte një shkencëtar që kishte kaluar vite duke analizuar mostrat e hënës, duke studiuar të dhënat, duke përpiqur të kuptonte formimin e saj. Dhe përfundimi i tij ishte ky. Hëna është një anomali. Le të shohim se çfarë do të thotë kjo në terma praktik. Kur shkencëtarët studiojnë planetet dhe hënat në sistemin ton diellor, ata përdorin modele matematikore. Këto modele parashikojnë se si trupi qiellor duhet të sillet bazuar në masën e tij për bërjen historinë. Për shembull, nëse ju e dini masën e një planeti dhe distancën nga dielli, ju mund të llogaritni temperaturën e tij, shpejtësinë e rrotullimit, madje edhe nëse ai ka atmosferë. Këto modele funksionojnë për çdo trup qiellor që kemi studiuar. Përveç hënës. Hëna nuk përputhet me modelet. Ajo është shumë e madhe në krahasim me tokën. Raporti i madhësisë hën-tok është 1/4. Kjo do të thotë se hëna është 1/4 e madhësisë së tokës. Në sistemin ton diellor, asnjë planet tjetër nuk ka një hënë kaq të madhe në krahasim me veten. Marsi ka Phobos dhe Deimos, por ato janë thjesht shkëmbin të vegjël. Jupiteri ka hëna gjigante, por Jupiteri vet është kaq i madh sa ato duken si grinca. Vetëm toka ka një hënë që është kaq e madhe në krahasim me planetin e saj. Kjo ka pasoja. Një hënë kaq e madhe krijon efekte graviteti që ndikojnë në planetin. Hëna jon kontrollon baticën dhe zbaticën e oqeaneve. Ajo stabilizon boshtin e rrotullimit të tokës, duke mbajtur klimën tonë të qëndrueshme. Pa hënën, toka do të lëkunte në boshtin e saj, duke shkaktuar ndryshime drastike klimatike. Stinët do të ishin kaotike. Jeta, siç e njohim ne, ndoshta nuk do të kishte evoluar. Pra, hëna nuk është thjesht një objekt në qiell. Ajo është një pjesë thelbësore e sistemit që bën jetën të mundur në tokë. Dhe kjo ngre një pyetje filozofike. A është kjo një rastësi apo është diçka më shumë? Le të shohim një skenar alternativ. Imagjinoni se ju jeni një qytetërim i avancuar, miliarda vjet më i vjetër se njerëzimi. Ju keni teknologji që mund të udhëtojë nëpër yje, ju keni aftësinë të ndërtoni struktura në shkallë planetare dhe ju gjeni një planet të vogël, të bukur, me ujë, me atmosferë, me potencial për jetë. Por ka një problem. Planeti është i paqëndrueshëm. Boshti i tij lëkundet, klima ndryshon shumë shpejt, jeta nuk mund të zhvillohet. Çfarë do të bënit? Ndoshta do të vendosnit një stabilizues, një satelit të madh të vendosur në orbitën e duhur me masën e duhur për të mbajtur planetin të qëndrueshëm. Dhe ndërsa jeni duke e bërë këtë, pse të mos e bëni atë të shërbejë edhe qëllime të tjera? Ndoshta si një stacion vëzhgjimi, ndoshta si një bazë, ndoshta si një mesazh për çdo qytetërim që do të evoluojë në atë planet. Kjo tingëllon si fantashkencë, por a është më e çmendur se teoria e përplasjes gjigante? Le të rishikojmë atë teori për një moment. Sipas modelit standard, rreth 4 miliardë e 500 milion vjet më parë, një objekt me madhësinë e Marsit, i quajtur Theia, përplasi tokën. Përplasja ishte kaq e fuqishme sa shkriri të dy trupi. Materiali u hodh në hapësirë dhe brenda disa mijëra vjetësh ai u bashkua për të formuar hënën. Kjo teori shpjegon disa gjëra. Ajo shpjegon pse hëna dhe toka kanë përbërje të ngjashme kimike. Ajo shpjegon pse hëna nuk ka një bërtham të madhe metalike, sepse metalet e rënda u kthyen në tokë për shkak të gravitetit. Ajo shpjegon pse hëna është kaq e madhe në krahasim me tokën.
por ajo nuk shpjegon gjithçka. Problemi më i madh me teorinë e përplasjes gjigante është momenti këndor. Kur dy objekte përplasen, ato transferojnë energji rrotulluese. Sistemi Tokhan duhet të ketë një sasi të caktuar momenti këndor bazuar në përplasjen. Por kur shkencëtarët llogaritën momentin këndor aktual, ata zbuluan se ai është shumë më i ulët se sa duhet të jetë. Diçka ka ngadalësuar sistemin. Por çfarë? Një teori thot se fërkimi i baticës ka ngadalësuar rrotullimin e tokës me kalimin e kohës. Kjo është e vërtet, por nuk shpjegon plotësisht ndryshimin. Një tjetër teori thot se hëna ishte më afër tokës në të kaluarën dhe ka lvizur gradualisht më larg. Edhe kjo është e vërtet. Hëna po largohet nga toka me një shpejtësi prej 3.8 cm në vit. Por edhe kjo nuk shpjegon plotësisht momentin këndor që mungon. Dhe pastaj ka çështjen e thejas. Nëse një objekt me madhësinë e Marsit përtlasi tokën, ku është ai tani? Teoria thot se ai u shkrir dhe u bë pjesë e tokës dhe hënës. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë hëna duhet të ketë një përbërje që është një përzierje e tokës dhe thejas. Ajo duhet të ketë disa elemente që janë të ndryshëm nga toka, por nuk ka. Hëna është pothuajse identike me tokën në përbërje kimike. Është sikur theja nuk ekzistoi kurrë. Në vitin 2012, një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Chicagos propozoi një version të modifikuar të teorisë. Ata thanë se ndoshta përplasja ishte shumë më e fuqishme se sa mendonim, aq e fuqishme sa të dy trupi u avulluan plotësisht. Toka dhe theja u bën një re e madhe gazi dhe plazme. Pastaj, kjo re u ftoh dhe u kondensua për të formuar tokën dhe hënën. Kjo do të shpjegonte pse ato kanë të njëjtën përbërje, sepse ato u formuan nga e njëjta re. Por edhe kjo teori ka probleme. Nëse toka u avullua plotësisht, atëherë çdo gjë në sipërfaqen e saj do të shkatërrohej. Çdo molekulë uji, çdo element i paqëndrueshëm do të humbte në hapësirë. Por toka ka ujë, shumë ujë. Oqeanet tona mbulojnë 70% të sipërfaqes. Dhe analiza e ujit tregon se ai ka qenë këtu për miliarda vjet. Si mbijetoi uji një përplasje që avulloi planetin? Disa shkencëtarë thonë se uji erdhi më vonë nga kometat dhe asteroide, por kjo nuk përputhet me të dhënat. Uji i tokës ka një nënshkrim izotopik specifik, një raport të caktuar midis deuteriumit dhe hidrogjenit, dhe ky nënshkrim nuk përputhet me ujin e kometave. Ai përputhet më shumë me ujin e asteroideve, nga brezi i brendshëm i sistemit diellor. Por si erdhen aq shumë asteroide në tokë pa lënë gjurmë të përplasjeve masive? Këto janë pyetje që shkenca ende po përpiqet t'i përgjigjet. Dhe sa më shumë pyesim, aq më shumë zbulojmë se nuk e dim. Formimi i hënës mbetet një nga misteret më të mëdha të shkencës planetare. Dhe kjo nuk është sepse nuk kemi të dhëna. Është sepse të dhënat nuk përputhen me teorinë. Le të shohim një aspekt tjetër. Le të flasim për krahasimin midis hënës dhe satelitëve artificial që ne kemi ndërtuar. Kur inxhinierët dizajnojnë një satelit, ata kanë disa parime bazë. E para, sateliti duhet të jetë sa më i lehtë i mundshëm për të reduktuar koston e lëshimit. E dyta, ai duhet të ketë një strukturë të fortë për të rezistuar ndaj stresit të lëshimit dhe mjedisit të hapësirës. E treta, ai duhet të ketë një orbitë të qëndrueshme për të qëndruar në pozicionin e duhur për sa më gjatë. Tani le të shohim hënën nëpër këtë lente. Hëna është e lehtë për madhësinë e saj, me një densitet shumë më të ulët se sa pritej. Ajo ka një strukturë jashtëzakonisht të fortë, me shkëmbinj që janë më të fortë se çdo shkëmb në tokë. Dhe ajo ka një orbitë perfekte, pothuajse rrethore, e kycur me tokën e qëndrueshme për miliarda vjet. Në çdo aspekt, hëna sillet si një satelit artificial i dizajnuar me kujdes. Por ka më shumë. Satelitet artificiale shpesh kanë shtresa mbrojtëse. Stacionet hapësinore kanë mburoj për të mbrojtur nga rrezatimi dhe nga mikrometeorite. Hëna ka një shtresë rregolit, pluhuri Hall, që mbulon sipërfaqen. Ky pluhur vepron si një izolues termik, duke mbajtur temperaturën e brendshme më të qëndrueshme. Ai gjithashtu thith përplasjet e mikrometeorite, duke mbrojtur shtresat më të thella. Dhe pastaj ka çështjen e UQUOTE, një mbëdhjet të hënës. Këto zona të errta, të sheshta, janë të vendosura kryesisht në anën që shohim ne.
Ana e pasme ka shumë më pak U, Q, U, O, T, E, 16. Pse? Një shpjegim është se ana që shohim ne ka një guask më të hollë që lejoj lavën të dalë më lehtë në të kaluarën. Por pse do të kishte guaska më të hollë? Një teori thotë se është për shkak të efekteve graviteti nga toka, por kjo nuk shpjegon plotësisht modelin. Një shpjegim alternativ është se kuoteshtat të mbëjet janë të dizajnuara. Nëse hëna është një strukturë artificiale, atëherë kuotetet të mbëjet mund të jenë zona ku materiali i brendshëm është më afër sipërfaqes. Ndoshta ato janë zonë ku struktura e brendshme është më e dukshme. Ndoshta ato janë shenja, modele të krijuara për të komunikuar diçka. Kjo tingëllon e çmendur. Por le të shohim modelet. Kuotet 40 e hënës formojnë një model që disa njerëz e quajnë kuote 21. Të tjerë shohin një lepur, të tjerë shohin forma të tjera. Por a janë këto thjesht pareidoli, tendenca e trurit ton për të parë modele ku nuk ka, apo ka diçka më shumë? Në vitin 1976, një shkencëtar amerikan, Dr. George Leonard, publikoi një libër të tituluar Kuote 42. Në këtë libër, ai analizoi fotografitë e NASA-s dhe pretendoi se kishte gjetur struktura artificiale në sipërfaqen e hënës. Ai tregoi forma që dukeshin si ura, kulla, ndërtesa. NASA e hodhi poshtë këtë si pareidoli dhe cilësi të dobët të fotografive. Por Leonard nuk ishte i vetmi. Disa astronaut kanë raportuar se kanë parë gjëra të çuditshme në hënë. Në vitin 1969, astronautët e Apollo 11 raportuan se pan një dritë të çuditshme në një krater. Ata e përshkruan atë si një. NASA tha se ishte thjesht një reflektim i diellit, por astronautët insistuan se ishte diçka e ndryshme. Në vitin 1971, astronautët e Apollo 15 raportuan se panë një në një zonë të quajtur Aristarkus. Kjo zonë është e njohur për fenomene tranzitore hënore. Astronautët thanë se shkëlqimi ishte aq i ndritshëm sa ata mund ta shihnin edhe me sy të lirë. NASA e regjistroi incidentin, por nuk dha një shpjegim të qartë. Këto raporte janë interesante, por ato nuk janë prova. Ato janë vëzhgjime subjektive të bëra në kushte të vështira, por ato ngren pyetje. Nëse hëna është thjesht një shkëmb i vdekur, pse ka drita? Pse ka fenomene që nuk mund t'i shpjegojmë? Le të kthehemi te shkenca e fortë. Le të flasim për eksperimentet që mund të testonin hipotezën e hënës artificiale. Nëse hëna është vërtet një strukturë e zbrazët, atëherë duhet të ketë hapësira të mëdha boshe në brendësi. Këto hapësira do të krijonin anomali graviteti specifike dhe ne mund t'i matim ato. Në vitin 2001, NASA lëshoi sondën Lunar Prospector. Kjo sondë hartoi fushën gravitetit të hënës me saktësi të lartë dhe ajo zbuloi anomali. Shumë anomali. Disa zona kanë gravitet më të fortë se sa pritej. Këto janë maskons që përmenda më parë. Por ka edhe zona me gravitet më të dobët. Zona ku duket se ka më pak masë se sa duhet. Këto anomali mund të shpjegohen me variacion në densitetin e shkëmbit, por ato gjithashtu mund të shpjegohen me hapësira boshe. Nëse hëna ka dhoma të mëdha në brendësi, ato do të krijonin saktësisht këto lloj anomalish. Problemi është se ne nuk mund të shohim në brendësi të hënës. Ne mund të matim vetëm efektet e jashtme. Një mënyrë për të parë në brendësi do të ishte të përdornim valë seizmike, dhe ne e kemi bërë këtë. Eksperimentet e Apollos vendosën seizmografe që funksionuan për vite, por të dhënat që ata mblodhen janë të vështira për t'u interpretuar. Valet seizmike në hënë sillen në mënyra të çuditshme, duke u reflektuar dhe duke u thyer në mënyra që nuk përputhen me modelet tona. Në vitin 2015, një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Teksasit rianaloi të dhënat e vjetra seizmike. Ata përdorën teknika të reja kompjuterike për të krijuar një model tredimensional të brendësisë së hënës, dhe ata zbuluan diçka interesante. Duket se hëna ka një strukturë të shtresëzuar, me zona të ndryshme densiteti, por modeli nuk është i qartë. Ka zona ku të dhënat thjesht nuk kanë kuptim. Një nga këto zona është në thelsi prej 60 kilometra, zona e diskontinuitetit që përmenda më parë. Valët seizmike ndryshojnë sjellje drastikisht në këtë thelsi. Disa valë zhduken, të tjera reflektohen.
Është sikur ka një kufi i mpreth, një ndryshim i papritur në strukturë. Por çfarë është ky kufi? Asnjë nuk e di. Një tjetër zonë e çuditshme është bërthama. Matjet sugjerojnë se hëna ka një bërtham të vogël, ndoshta 350 kilometra në diametër. Por kjo bërtham nuk sillet si bërthamat e planetëve të tjerë. Ajo nuk është plotësisht e shkrirë. Ajo nuk krijon një fushë magnetike. Është sikur është një bërtham e vdekur, e ftohur për miliarda vjet. Por si u ftoha aq shpejt? Hëna është shumë e vogël për të humbur nxehtësinë aq shpejt. Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet ende. Dhe kjo nuk është për mungesë përpjekjeje. Shkencëtarët kanë kaluar dekada duke studiuar hënën. Ata kanë analizuar mijëra kilogram mostra shkëmbinjsh. Ata kanë dërguar dhjetra sonda. Ata kanë përdorur teleskopët më të fuqishëm në botë. Por sa më shumë studiojnë, aq më shumë mistere zbulojnë. Le të flasim për një eksperiment specifik. Në vitin 1972, astronautët e Apollo 16 vendosën një eksperiment të quajtur Lunar Surface Gravimeter. Ky ishte një pajisje dizajnuar për të matur ndryshimet e vogla në gravitetin e hënës. Ideja ishte se nëse hëna ka aktivitet të brendshëm, lëvizje të magmës ose të gazit, kjo do të shkaktonte ndryshime të vogla në gravitet. Eksperimenti funksionoi për disa muaj dhe ai zbuloi diçka të çuditshme. Kishte ndryshime periodike në gravitet. Ndryshime që ndodhnin në intervale të rregullta. Këto ndryshime nuk mund të shpjegoheshin me efektet e tokës ose të diellit. Ato dukeshin se vinin nga brendësia e hënës. Por çfarë i shkaktonte ato? Askush nuk e dinte. Një teori ishte se hëna ka të vogla dridhje të shkaktuara nga kontraktimi termik. Kur hëna kalon nga dita në natë, temperatura ndryshon me qindra grad. Ky ndryshim mund të shkaktojë që shkëmbinjt të zgjeroheshin dhe të kontraktoheshin duke krijuar dridhje. Por kjo nuk shpjegonte pse ndryshimet ishin kaq të rregullta. Një tjetër teori ishte se ndryshimet ishin të shkaktuara nga efektet gravitetit të tokës. Toka tërheq hënën duke shkaktuar një deformim të vogël të formës së hënës. Kjo baticë lëviz ndërsa hëna rrotullohet dhe mund të shkaktojë ndryshime në gravitet. Por përsëri, kjo nuk shpjegonte plotësisht modelin. Eksperimenti u ndal pas disa muajsh për shkak të problemeve teknike dhe nuk është përsëritur kurrë. Pra ne nuk e dim nëse ndryshimet vazhduan ose nëse ato ishin një fenomen i përkohshëm. Kjo është një nga frustracionet e shkencës hënore. Ka kaq shumë pyetje, por kaq pak mundësi për t'i testuar ato. Le të flasim për një aspekt tjetër të çuditshëm të hënës. Mungesa e atmosferës. Hëna nuk ka atmosferë, ose më saktë, ajo ka një atmosferë kaq të hollë sa është pothuajse vakum. Kjo ka kuptim sepse hëna është shumë e vogël për të mbajtur një atmosferë me gravitetin e saj. Çdo gaz do të shpëtonte në hapësirë. Por ka diçka të çuditshme. Kur astronautët ishin në hënë, ata raportuan se pan një shkëlqim në horizont pas perëndimit të diellit. Ky shkëlqim ishte i shkaktuar nga pluhuri i hënës që notonte në ajër. Por si mund të notoj pluhuri nëse nuk ka ajër? Çfarë e mbante atë lart? Shkencëtarët zbuluan se pluhuri i hënës ka një ngarkesë elektrike. Kur dielli perëndon, sipërfaqja e hënës kalon nga drita në errësirë. Ky ndryshim krijon një fushë elektrike dhe kjo fushë ngre pluhurët e ngarkuar. Ata notojnë disa metra mbi sipërfaqe duke krijuar një atmosferë të hollë pluhuri. Kjo është një fenomen interesant, por ai ngre pyetje. Nëse pluhuri mund të ngritet kaq lehtë, çfarë tjetër mund të ndodhë në sipërfaqen e hënës? A ka procese të tjera elektrike që ne nuk i kuptojmë? Dhe a mund të shpjegojnë këto procese disa nga fenomenet tranzitore hënore? Një tjetër mister është prania e ujit. Për dekada, shkencëtarët mendonin se hëna ishte plotësisht e thatë, por në vitet e fundit, sonda kanë zbuluar ujë. Jo shumë, por mjaftueshëm për të qenë interesant. Ka akull në kraterat e errta në polet e hënës. Ka molekula uji të lidhura me pluhurët e sipërfaqes. Ka edhe shenja të ujit të lëngshëm në thellësi. Si erdhi uji në hënë? Një teori thotë se ai erdhi nga kometat që përklasën hënën. Një tjetër thotë se ai u krijua nga reaksione kimike midis erës diellore
dhe shkëmbijve të hënës. Por asnjë nga këto teori nuk shpjegon plotësisht sasinë dhe shpërndarjen e ujit. Dhe pastaj ka çështjen e përbërjes. Uji i hënës ka një nënshkrim izotopik që është i ngjashëm me ujin e tokës. Kjo sugjeron se ata kanë një origjinë të përbashkët, por nëse hëna u formua nga një përplasje që avulloi tokën, si mbijetoi uji? Kjo është një tjetër paradoks që shkenca nuk mund ta zgjidhë. Le të flasim për diçka që shumë pak njerëz e dinë. Hëna ka një bisht, jo një bisht fizik, por një bisht prej atomesh natriumi që shtrihet për mijëra kilometra pas hënës. Ky bisht u zbulua në vitet 90 nga astronomi që përdornin teleskop spektroskopik. Ata pan një shkëlqim të dobët të verdh në shkrimi i natriumit që ndiqte hënën në orbitën e saj. Nga vjen ky natrium? Teoria thot se ai vjen nga shkëmbijtë e sipërfaqes. Kur mikrometeorite godasin hënën, ato çlirojnë atome natriumi. Këto atome shpëtojnë në hapësirë dhe formojnë bisht. Por kjo nuk shpjegon pse bisha është kaq e madhe. Sasia e natriumit që po humbet është shumë më e madhe se sa pritej. Një shpjegim alternativ është se natriumi vjen nga brëndësia e hënës. Ndoshta ka gaz që del nga të cara në sipërfaqe. Ndoshta ka aktivitet të brendshëm që ne nuk e kuptojmë. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë hëna nuk është aq e vdekur sa mendonim. Tani le të flasim për diçka që është eve më e çuditshme. Në vitin 2007, sonda japoneze Kaguya zbuloi një tub lave në hënë. Ky është një tunel i madh i krijuar nga lava që rrethte nën sipërfaqe. Tuneli është i gjatë disa dhjetra kilometra dhe i gjerë disa qindra metra, dhe ai është pothuajse i paprekur. Kjo është interesante për disa arsye. E para tregon se hëna kishte aktivitet vulkanik të konsiderueshëm në të kaluarën. E dyta, këto tunele mund të përdoren si strehim për astronaut në të ardhmen. Ato ofrojnë mbrojtje nga rrezatimi dhe nga ndryshimet e temperaturës. Por e treta dhe më interesantja është se këto tunele mund të çojnë në thellësi. Nëse hëna ka një rrjet tunelesh, atëherë ajo mund të ketë hapësira të mëdha boshe në brendësi. Këto hapësira mund të shpjegojnë disa nga anomalitë që kemi diskutuar. Ato mund të shpjegojnë densitetin e ulët, ato mund të shpjegojnë rezonancën seizmike, ato mund të shpjegojnë shumë gjëra. Por a janë këto tunele natyrale, apo janë diçka tjetër? Kjo është një pyetje që ne nuk mund ta përgjigjemi pa të eksploruar ato. Dhe deri tani, asnjë mision nuk ka hyrë në një tub lave hënor. Ne i dim ato vetëm nga fotografitë orbitale dhe nga matjet graviteti. Le të kthehemi te pyetja kryesore. A është hëna artificiale? Deri tani kam paraqitur fakte, kam treguar anomali, kam diskutuar teori, por çfarë është e vërteta? E vërteta është se ne nuk e dim. Dhe kjo nuk është një dështim i shkencës. Kjo është natyra e shkencës. Shkenca nuk jep përgjigje absolute. Ajo jep modele, hipoteza, teori që përputhen me të dhënat. Dhe kur të dhënat ndryshojnë, teorit ndryshojnë. Modeli aktual i formimit të hënës, teoria e përplasjes gjigante, është modeli më i mirë që kemi. Ai shpjegon shumë nga karakteristikat e hënës, por ai nuk shpjegon gjithçka. Dhe kjo është arsyeja pse shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë hënën, sepse çdo anomali, çdo mister është një mundësi për të mësuar diçka të re. Por le të jemi të sinqertë. Disa nga anomalitë janë kaq të mëdha, kaq të pazakonta sa ato sfidojnë modelin. Densiteti i ulët, rezonanca seizmike, orbita perfekte, eklipset perfekte, përbërja kimike identike me tokën, mungesa e bërthamës, mungesa e fushës magnetike, prania e ujit, fenomenet tranzitore, tunelet e lavas, bisha e natriumit. Çdo një nga këto mund të shpjegohet individualisht, por kur i shihni të gjitha së bashku, ato krijojnë një model që është i vështirë për t'u injoruar. Dhe kjo është arsyeja pse disa shkencëtar të respektuar, kanë propozuar hipoteza alternative. Jo sepse ata besojnë në teori konspirative, por sepse ata janë të sinqertë për kufizimet e modelit aktual. Ata pranojnë se ka gjëra që ne nuk i kuptojmë, dhe ata janë të hapur për mundësinë që hëna mund të jetë diçka më shumë
se sa një shkëmb i thjesht. A do të thot kjo se hëna është artificiale? Jo domosdoshmërisht, por do të thot se ne duhet të jemi të hapur për mundësi të reja. Ne duhet të vazhdojmë të studiojmë. Ne duhet të dërgojmë më shumë misione. Ne duhet të eksplorojmë më thellë. Sepse e vetmja mënyrë për të zbuluar të vërtetën është të pyesim pyetje të vështira dhe të kërkojmë përgjigje të sinqerta. Dhe kjo na çon te një pyetje më e madhe. Nëse hëna është artificiale, nëse ajo është vërtet një strukturë ndërtuar nga një qytetërim i avancuar, çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë për vendin ton në univers? Çfarë do të thotë për të ardhmen ton? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetje filozofike, ekzistenciale, por ato janë pyetje që vlen të bëhen, sepse përgjigjet mund të ndryshojnë gjithçka që ne mendojmë se dim për realitetin. Por le të largohemi nga spekulimi për një moment. Le të kthehemi te shkenca e pastër, sepse ka një seri eksperimentesh që mund të na japin përgjigje definitive. Eksperimente që ne mund t'i bëjmë me teknologjinë që kemi sot, dhe disa nga këto eksperimente tashmë janë duke u planifikuar. Në vitin 2024, NASA njoftoi programin Artemis. Ky është një plan ambicioz për të kthyer njerëzit në hënë, jo vetëm për të vizituar, por për të qëndruar, për të ndërtuar një bazë të përhershme. Dhe një nga objektivat kryesore të këtij programi është të studiojë brendësinë e hënës, të vendos pajisje seizmike të reja, më të sofistikuara, të bëjë vrima më të thella, të eksplorojë tunelet e lavas, të marrë përgjigje. Imagjinoni këtë, një stërpik që mund të depërtojë 1 kilometër në thellësi, jo disa centimetra si ato të Apollos, por 1 kilometër të plot. Çfarë do të gjenin? Nëse hëna është një trup i ngurtë natyror, ata do të gjenin shkëmb. Shtresa pas shtrese shkëmbi, duke u bërë gjithnjë më të ngjehtë dhe më të dendur sa më thellë të shkojnë. Por nëse hëna është diçka tjetër, nëse ka hapësira boshe, atëherë stërpika do të godiste vakum, do të binte në një dhomë dhe kjo do të ndryshonte gjithçka. Një tjetër eksperiment që është duke u planifikuar është vendosja e një rrjeti seizmografsh në të gjithë sipërfaqen e hënës. Apollo vendosi vetëm 5 seizmografe, të gjithë në anën që shohim ne, por një rrjet global do të na jepte një pamje tridimensionale të brendësisë. Ne do të mund të shihnin se si valët seizmike udhtojnë nëpër hënë. Ne do të mund të identifikonim struktura të fshehura. Ne do të mund të hartonim çdo anomali. Dhe pastaj ka teknologjinë e re të quajtur kjo. Është një teknikë që përdor grimca kozmike të quajtura muon për të parë nëpër objekte të mëdha. Muonët janë si rreze X, por shumë më të fuqishëm. Ata mund të depërtojnë kilometra shkëmb, dhe duke matur se si ata thithen, ne mund të krijojmë një hartë të brendësisë. Kjo teknikë është përdorur tashmë për të studiuar piramidat e Egjiptit. Shkencëtarët zbuluan dhoma të fshehura që askush nuk i kishte parë për mijëra vjet. Imagjinoni ta përdorni këtë në hënë. Imagjinoni të zbuloni struktura që kanë qenë të fshehura për miliarda vjet. Çfarë do të gjenin? Por këtu është problemi. Këto eksperimente kushtojnë para, shumë para, dhe ato kërkojnë vullnet politik. Ato kërkojnë që qeveritë dhe agjencitë hapësinore të vendosin se studimi i hënës është një prioritet. Dhe deri tani, kjo nuk ka ndodhur. Misioni i fundit njerëzor në hënë ishte në vitin 1972, 54 vjet më parë. Gjysma e një shekulli. Pse? Pse ndaluam se eksploruari hënën? Përgjigja zyrtare është se ishte shumë e shtrenjtë, se nuk ishte më asgjë për të mësuar, se duhej të fokusonim burimet tona diku tjetër. Por a është kjo e vërteta e plot? Apo ka diçka tjetër? Disa njerëz besojnë se ne gjetëm diçka në hënë, diçka që na bëri të ndalojmë, diçka që nuk ishte për të ndarë me publikun. Kjo tingëllon si teori konspirative, por le të shohim faktet. Pas Apollo 17, të gjitha misionet e tjera u anuluan. Apollo 18, 19, 20, të gjitha u anuluan. NASA tha se ishte për shkak të buxhetit, por raketa ishin tashmë ndërtuar, astronautët ishin trajnuar, gjithçka ishte gati. Dhe pastaj, thjesht u ndal. Dhe ka diçka tjetër. Të gjitha fotografitë dhe të dhënat nga Apollo janë publike. Ju mund t'i shkarkoni nga faqja e internetit të NASA-s. Por ka një përjashtim.
Ka disa fotografi që janë ende të klasifikuara. Jo shumë, por mjaftueshëm për të qenë interesant. Pse? Çfarë tregojnë ato fotografi? NASA nuk ka dhënë një shpjegim të qartë. Tani unë nuk po them se ka një konspirat. Unë po them se ka pyetje që nuk kanë marrë përgjigje. Dhe kur ka pyetje pa përgjigje, njerëzit spekulojnë. Ata krijojnë teori. Disa nga këto teori janë të çmendura, por disa ngren pika të vlefshme. Le të flasim për një incident specifik. Në vitin 1969, gjatë misionit Apollo 11, ndodhi diçka e çuditshme. Astronautët raportuan se pan një undercore, QUOTE, undercore, 32, undercore. Ata e përshkruan atë si një dritë të ndritshme që lëvizte në mënyrë të pazakontë. Komunikimi me kontrollin e misionit u ndërpre për disa minuta. Kur u rivendos, astronautët nuk follën më për objektin. Vite më vonë, në një intervistë, astronauti Buzz Aldrin tha se ata kishin parë diçka, por nuk ishin të sigurt se çfarë ishte. Ai tha se mund të kishte qenë një pjesë e raketës që po ndiqte ata, ose mund të kishte qenë diçka tjetër. Ai nuk dha detaje. Dhe NASA nuk komentoi. Ka vjetra raporte të ngjashme nga astronautë të ndryshëm. Drita të çuditshme, objekte që lëvizin, fenomene që nuk mund të shpjegohen. Shumica e këtyre raporteve janë hodhur poshtë si keqkuptime ose iluzione optike, por disa mbeten mister. Dhe pastaj ka çështjen e Dhe pastaj ka mbulepka të ndishën. Shumica e këtyre raporteve janë hodhur poshtë si keqkuptime. Forma që dukeshin si ndërtesa, linja të drejta që dukeshin si rrugë, objekte që dukeshin si makina. NASA e hodhi poshtë të gjitha këto si pareidoli. Tendenca e trurit ton për të parë modele ku nuk ka. Dhe në shumicën e rasteve, NASA kishte të drejtë. Kur fotografitë u rianaluan me teknologji më të mirë, rezultuan të ishin formacione natyrale, shkëmbinj, hije, iluzione optike, por jo të gjitha. Ka disa fotografi që ende nuk janë shpjeguar plotësisht. Një nga më të famshmit është Quote 35, një objekt i lartë që duket në disa fotografi nga Apollo 10. Objekti duket si një kull ose një shtyl që ngrihet nga sipërfaqja. NASA tha se është thjesht një shkëmb i madh, por disa shkencëtar nuk janë të bindur. Ata thonë se forma është shumë e rregullt, shumë e drejtë për të qenë natyrale. Një tjetër fotografi e çuditshme është një strukturë që duket si një urë që lidh dy shkëmbin. Përsëri, NASA tha se ishte një formacion natyror, por forma është kaq e përsosur, kaq simetrike, sa është e vështirë të besosh se është rastësi. Tani, unë nuk po them se këto janë struktura artificiale. Unë po them se ato janë interesante. Ato meritojnë studim të mëtejshëm. Dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të kthehemi në hën. Jo për të provuar teori konspirative, por për të marrë përgjigje shkencore. Le të flasim për një aspekt tjetër që shpesh injorohet, ndikimin psikologjik të hënës në njerëzimin. Hëna ka qenë një burim frymëzimi për mijëra vjet. Ajo ka frymëzuar art, muzikë, letërsi, fe. Pothuajse çdo kulturë në histori ka pasur mite dhe legjenda për hënën. Disa e adhuronin atë si një perëndi, të tjerë e shihnin si një simbol të femrës, të tjerë besonin se ajo ndikonte në sjelljet njerëzore. Edhe sot, shumë njerëz besojnë se hëna ndikon në gjumin, në emocionet, madje edhe në shëndetin. Ka studime që sugjerojnë se hëna e plot korespondon me një rritje të incidenteve në spitale, në thirrjet e policisë, në çrregullimet e gjumit. Por shkenca nuk ka gjetur një mekanizëm të qartë për këto efekte. Nuk ka një shpjegim se si hëna mund të ndikojë në trurin ton. Apo ka? Le të mendojmë për këtë. Hëna krijon baticën dhe zbaticën. Ajo tërheq oqeanet me forcën e saj graviteti dhe trupi ynë është 70% ujë. A është e mundur që hëna të tërheq ujin në trupin ton, të krijojë të vogla në qelizat tona? Kjo tinglon e çmendur, por disa shkencëtar kanë propozuar saktësisht këtë. Në vitin 2013, një studim nga Universiteti i Bazelit në Zvicër
zbuloi se njerëzit flen më keq gjatë hënës së plot. Ata zgjoheshin më shpesh, ata kishin më pak gjumë të thellë dhe kjo ndodhte edhe kur ata nuk mund ta shihnin hënën, kur ishin në dhoma pa dritare. Kjo sugjeron se efekti nuk është psikologjik, ai është fizik. Por si? Një teori është se hëna ndikon në ritmet tona cirkadiane, orën e brendshme biologjike që rregullon gjumin. Një tjetër teori është se ajo ndikon në nivelet e melatoninës, hormoni që na bën të ndjehemi të lodhur. Por asnjë nga këto teori nuk është provuar plotësisht. Dhe pastaj ka çështjen e. Për shekuj, njerëzit kanë besuar se hëna e plot shkakton sjellje të çuditshme. Fjala quote 39 vjen nga quote 44, fjala latine për hënë. Në mesjet, njerëzit besonin se hëna e plot mund të kthente njerëzit në ujqër. Sot, shumë punonjës të spitaleve dhe policë raportojnë se netët e hënës së plot janë më të zhurmshme, më kaotike. Por a ka prova shkencore? Studimet janë të përzjera. Disa gjejnë një korelacion, të tjera jo. Problemi është se është e vështirë të izolosh variablat. Ka kaq shumë faktorë që ndikojnë në sjelljet njerëzore, sa është e vështirë të thuash me siguri se hëna është përgjegjëse. Por le të supozojmë për një moment se hëna vërtet ndikon në ne. Le të supozojmë se ajo ka një efekt të matshëm në trurin ton, në trupin ton, në sjelljet tona. Çfarë do të thotë kjo? A do të thotë se hëna është më shumë se sa një shkëmb i thjeshtë? A do të thotë se ajo ka një qëllim, një funksion që ne nuk e kuptojmë? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet ende. Por ato janë pyetje që vlen të bëhen, sepse nëse hëna vërtet ndikon në ne, atëherë ajo është një pjesë e sistemit që na bën atë që jemi. Ajo nuk është thjesht një objekt në qiell. Ajo është një pjesë e ekzistencës sonë. Le të kthehemi te çështja e origjinës, sepse ka një teori tjetër që nuk e kam përmendur ende. Një teori që është edhe më e çuditshme se teoria e përplasjes gjigante. Kjo quhet teoria e kapjes. Sipas kësaj teorie, hëna nuk u formua nga toka. Ajo u formua diku tjetër në sistemin diellor, ndoshta në brezi i asteroideve, ndoshta edhe më larg. Dhe pastaj, në një moment të caktuar, ajo u kap nga graviteti i tokës. Ajo u tërhoq në orbit dhe mbeti atje. Kjo teori shpjegon disa gjëra. Ajo shpjegon pse hëna ka një përbërje të ndryshme nga toka në disa aspekte. Ajo shpjegon pse ajo ka një orbit kaq të çuditshme. Ajo shpjegon pse ajo është kaq e madhe në krahasim me tokën. Por ajo ka një problem të madh. Matematika nuk funksionon. Për të kapur një objekt kaq të madh, toka do të duhej të kishte një fushë graviteti shumë më të fortë se sa ka, ose hëna do të duhej të ishte duke lvizur shumë ngadalë, pothuajse duke u ndadhur. Shanset që kjo të ndodhë janë astronomikisht të vogla. Është pothuajse e pamundur. Por pothuajse nuk do të thotë plotësisht, dhe disa shkencëtar kanë propozuar mënyra se si kjo mund të kishte ndodhur. Ndoshta hëna u ngadalsua nga fërkimi me një re gazi që rrethonte tokën në atë kohë. Ndoshta ajo u kap gjatë një periudhe kur toka kishte një atmosferë shumë më të trash. Ndoshta ka faktorë të tjerë që ne nuk i kuptojmë. Por edhe nëse teoria e kapjes është e vërtet, ajo nuk shpjegon gjithçka. Ajo nuk shpjegon pse hëna ka një përbërje kaq të ngjashme me tokën. Ajo nuk shpjegon pse ajo krijon eklipse perfekte. Ajo nuk shpjegon shumë nga anomalitë që kemi diskutuar. Dhe pastaj ka një version edhe më i çuditshëm i teorisë së kapjes. Disa shkencëtar kanë propozuar se hëna nuk u formua në sistemin ton diellor fare, se ajo erdhi nga diku tjetër, nga një sistem tjetër ujor, dhe u kap nga dielli, pastaj nga toka. Kjo tingëllon si fantashkencë, por le të mendojmë për këtë. Ne e dim se sistemet ujëtare mund të kapnin objekte nga njëri tjetri. Ne e dim se ka objekte ndërujore, objekte që udhtojnë midis yjeve. Në vitin 2017 ne zbuluam Oumuamua, objektin e parë ndërujor që kemi vëzguar. Ai erdhi nga jashtë sistemit ton diellor, kaloi nëpër të dhe u largua. Nëse Oumuamua mund të bëjë këtë, pse jo hëna? Pse nuk mund të jetë hëna një objekt ndërujor që u kap nga dielli, pastaj nga toka? Kjo do të shpjegonte pse ajo është kaq e çuditshme.
Pse ajo nuk përputhet me asnjë model të formimit natyror? Sepse ajo nuk u formua këtu. Ajo erdhi nga diku tjetër. Por edhe kjo teori ka probleme. Nëse hëna erdhi nga një sistem tjetër ujor, ajo do të kishte një përbërje shumë të ndryshme nga toka. Ajo do të kishte izotope të ndryshme, elemente të ndryshme. Por nuk ka. Hëna është pothuajse identike me tokën në përbërje kimike. Pra kjo teori nuk funksionon. Përveç nëse hëna nuk është natyrale. Përveç nëse ajo është një strukturë artificiale, e ndërtuar duke përdorur materiale nga toka. Kjo do të shpjegonte përbërjen identike. Kjo do të shpjegonte gjithçka. Por kjo na çon përsëri te pyetja: kush do ta ndërtonte një gjë të tillë dhe pse? Le të eksploroj një mundësi. Le të supozojmë se ka një qytetërim të avancuar diku në galaksi. Një qytetërim që ka ekzistuar për miliona, ndoshta miliarda vjet. Ata kanë teknologji që ne nuk mund ta imagjinojmë. Ata mund të ndërtojnë struktura në shkallë planetare. Ata mund të udhtojnë midis yjeve dhe ata kanë një mision: të mbjellin jetën në galaksi. Ky qytetërim gjen planete të reja, planete me potencial për jetë. Por këto planete kanë probleme. Ndoshta ato janë shumë të paqëndrueshme. Ndoshta ato nuk kanë kushtet e duhura. Pra, ky qytetërim i ndreqon ato. Ata vendosin satelit artificial për të stabilizuar boshtin. Ata rregullojnë orbitën. Ata krijojnë kushte të përsosura për jetën të evoluojë. Dhe pastaj ata largohen. Ata nuk ndërhyjnë. Ata thjesht vëzgojnë. Ata presin të shohin se çfarë do të ndodhë. Nëse jeta do të evoluojë, nëse inteligjenca do të shfaqet, dhe nëse ajo inteligjencë do të jetë mjaft e avancuar për të zbuluar të vërtetën. Kjo është një skenar që quhet hipoteza e kopshtarit kozmik. Ideja se ka një qytetërim që po kultivojnë jetën në galaksi, ashtu siç ne kultivoj bim në një kopsht. Kjo t'ingëllon si fantashkencë. Por a është më e çmendur se të besosh se jeta shfaqet rastësisht në një planet që rastësisht ka kushte të përsosura, me një hënë që rastësisht krijon eklipse perfekte? Le të shohim probabilitetet. Shanset që një planet si Toka të ekzistojë janë shumë të vogla. Shanset që ai planet të ketë një hënë si e jona janë edhe më të vogla. Shanset që kjo hënë të krijojë eklipse perfekte janë astronomikisht të vogla. Dhe shanset që të gjitha këto të ndodhin rastësisht në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, janë pothuajse 0. Pra, çfarë është më e besueshme? Se të gjitha këto ndodhen rastësisht, apo se dikush i dizajnoi ato? Kjo është pyetja që shkenca nuk mund ta përgjigjet, sepse shkenca merret me atë që mund të matet, atë që mund të testohet. Ajo nuk merret me qëllimin, me dizajnin, me inteligjencën. Këto janë pyetje filozofike. Dhe filozofia nuk ka përgjigje definitive. Por le të shohim se çfarë do të ndodhte nëse ne do të zbulonim se hëna është vërtet artificiale. Le të imagjinojmë se një mision i ardhshëm gjen prova të pamohueshme. Një strukturë metalike nën sipërfaqe, një dhomë e madhe e zbrazët, një mesazh i gdhendur në shkëmbë. Çfarë do të ndodhte? E para, do të ishte zbulimi më i madh në historinë e njerëzimit. Ai do të provonte se ne nuk jemi vetëm në univers, se ka qytetërime të tjera, qytetërime shumë më të avancuara se ne. Kjo do të ndryshonte gjithçka. Çdo fe, çdo filozofi, çdo mënyrë të menduari për vendin ton në univers. E dyta, do të ngrinte pyetje të reja. Kush e ndërtoi hënën? Pse? Ku janë ata tani? Apo na vëzgojnë ende? A do të kthehen? Këto pyetje do të dominonin çdo diskutim, çdo debat për dekada. E treta, do të kishte pasoja praktike. Nëse hëna është një strukturë artificiale, atëherë ajo mund të ketë teknologji që ne mund ta studiojmë. Ajo mund të ketë njohuri që ne mund ta mësojmë. Ajo mund të na japë përgjigje për pyetje që ne kemi pasur për mijëra vjet. Por ka edhe një mundësi tjetër. Mundësia që ne të mos gjejmë asgjë. Që të vazhdojmë të studiojmë hënën për dekada, për shekuj, dhe të mos gjejmë kurrë një përgjigje definitive. Që misteri të mbetet mister. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që duhet të ndodhë. Ndoshta hëna
është dizajnuar për të qenë një mister. Një pyetje që na mban duke kërkuar, duke eksploruar, duke u përpjekur të kuptojmë. Sepse në fund të fundit, nuk janë përgjigjet që na bëjnë njerëz. Janë pyetjet. Le të flasim për diçka që është edhe më e thellë. Le të flasim për ndikimin që hëna ka pasur në evolucionin ton. Sepse pa hënën, ne nuk do të ishim këtu. Kjo nuk është spekulim. Kjo është fakt shkencor. Hëna stabilizoi boshtin e tokës. Pa të, toka do të lëkundej në mënyrë kaotike. Stinët do të ndryshonin në mënyrë drastike. Klima do të ishte e paparashikueshme. Dhe në një mjedis të tillë, jeta komplekse nuk do të kishte evoluar. Ndoshta do të kishte baktere, organizma të thjeshtë, por jo kafsh, jo bim, jo njerëz. Hëna gjithashtu krijoi baticën dhe zbaticën. Dhe këto lëvizje të oqeaneve luajtën një rol kyç në evolucionin e jetës. Zona e baticës, zona ku oqeani takon tokën, është një nga mjediset më produktive në planet. Ajo është ku jeta e hershme u zhvillua, ku kafshët e para dolen nga uji në tokë. Pa baticën, kjo tranzicion ndoshta nuk do të kishte ndodhur. Dhe pastaj ka çështjen e ditës dhe natës. Hëna ngadalsoi rrotullimin e tokës. Pa të, një ditë në tokë do të zgjaste vetëm 6 orë. Errat do të ishin shumë më të forta. Temperatura do të ndryshonte shumë më shpejt. Përsëri, jeta komplekse do të kishte vështirësi të mbijetonte. Pra hëna nuk është thjesht një objekt në qiell. Ajo është një pjesë thelbësore e sistemit që bëri jetën të mundur. Ajo është arsyeja pse ne ekzistojmë. Dhe kjo ngre një pyetje të thellë. A është kjo një rastësi? Apo është diçka më shumë? Disa shkencëtarë e quajnë këtë principin antropik. Ideja se universi duket I dizajnuar për jetën, sepse ne jemi këtu për ta vëzhguar ata. Nëse universi nuk do të ishte I dizajnuar për jetën, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetje. Pra fakti që ne jemi këtu, provon se universi duhet të ketë kushtet e duhura. Por kjo është një shpjegim I kënaqshëm? Apo është thjesht një mënyrë për të shmangur pyetjen e vërtet? Sepse principi antropik nuk shpjegon pse universi ka kushtet e duhura. Ai thjesht thot se ai I ka. Dhe kjo nuk është një shpjegim. Kjo është një vëzhgim. Le të shohim një analogji. Imagjinoni se ju zgjojeni në një dhomë. Dhoma ka temperaturën e përsosur, ajo ka ajrin e përsosur, ajo ka dritën e përsosur. Gjithçka është saktësisht siç duhet për ju të mbijetoni. Ju mund të thoni, e po, natyrisht që dhoma është e përsosur. Nëse nuk do të ishte, unë nuk do të isha këtu. Por kjo nuk shpjegon pse dhoma është e përsosur. Ajo nuk shpjegon kush e dizajnoi atë. Ajo nuk shpjegon qëllimin. Dhe kjo është pikërisht situata në të cilën gjendemi me hënën. Ne mund të themi, natyrisht që hëna është e përsosur. Nëse nuk do t'ishte, ne nuk do t'ishim këtu. Por kjo nuk shpjegon pse ajo është e përsosur. Ajo nuk shpjegon origjinën e saj. Ajo nuk shpjegon qëllimin. Le të flasim për një eksperiment mendor. Imagjinoni se ju jeni një shkencëtar në një qytetërim të avancuar. Ju keni teknologji për të ndërtuar satelit artificial dhe ju dëshironi të krijoni kushtet e përsosura për jetën të evoluojë në një planet. Si do të ta bënit? E para, ju do të zgjidhni një planet me madhësinë e duhur, jo shumë I madh, jo shumë I vogël. Një planet që mund të mbajë një atmosferë, por jo aq të trash sa të krijojë një efekt serë të pakontrolluar. Toka është e përsosur në këtë aspekt. E dyta, ju do të vendosnit planetin në distancën e duhur nga illi, jo shumë afër, ku do të ishte shumë nxehtë, jo shumë larg, ku do të ishte shumë ftohtë. Toka është në atë që shkencëtarët e quajnë zona e banueshme. Zona ku uji mund të ekzistojë në formë të lëngshme. E treta, ju do të vendosnit një satelit për të stabilizuar boshtin e planetit. Ky satelit do të duhet të ishte I madh, por jo shumë I madh. Ai do të duhet të kishte masën e duhur për të krijuar baticën, por jo aq shumë sa të shkaktojë tërmete masive. Hëna është e përsosur në këtë aspekt. E katërta, ju do të siguroheshit që sateliti të krijojë eklipse perfekte. Pse? Ndoshta si një shenjë. Ndoshta si një mënyrë për të komunikuar me çdo qytetërim që do të evoluojë në atë planet. Ndoshta për të thënë, quote, 14 dhe 5 ju do të largoheshit. Ju nuk do të ndërhynit.
Ju do të linin jetën të evoluojë në mënyrë natyrale. Ju do të prisnit të shinit se çfarë do të ndodhte. Nëse inteligjenca do të shfaqej, nëse ajo inteligjencë do të ishte mjaft e avancuar për të zbuluar të vërtetën. Kjo përshkruan saktësisht situatën tonë. Çdo detaj përputhet. Dhe kjo nuk është një rastësi. Kjo është ose dizajn i qëllimshëm, ose një rastësi kaq e madhe sa është pothuajse e pamundur. Por le të jemi skeptik për një moment. Le të shohim argumentet kundër hipotezës së hënës artificiale, sepse ka argumente të forta dhe ne duhet t'i marrim ato seriozisht. Argumenti i parë është se nuk ka prova direkte. Ne nuk kemi gjetur asnjë strukturë metalike, asnjë dhomë të zbrazët, asnjë mesazh. Gjithçka që kemi janë anomali, mister, pyetje pa përgjigje. Por anomalit nuk janë prova. Ato janë thjesht gjëra që ne nuk i kuptojmë ende. Argumenti i dytë është se teoria e përplasjes gjigante, megjithse jo perfekte, është ende modeli më i mirë që kemi. Ajo shpjegon shumicën e karakteristikave të hënës. Dhe shkenca funksionon duke përdorur modelin më të thjeshtë që përputhet me të dhënat. Kjo quhet briska e Okamit. Nëse dy teori shpjegojnë të njëjtat të dhëna, zgjidhni atë më të thjeshtën. Dhe teoria e hënës artificiale nuk është e thjeshtë. Ajo kërkon një qytetërim të avancuar. Ajo kërkon teknologji që ne nuk mund ta imagjinojmë. Ajo kërkon një qëllim, një arsye. Kjo është shumë më komplekse se sa një përplasje e thjeshtë. Argumenti i tretë është se nëse hëna është artificiale, atëherë duhet të ketë qytetërime të tjera që kanë bërë të njëjtën gjë. Duhet të ketë planete të tjera me hëna artificiale. Por ne nuk kemi gjetur asnjë. Ne kemi zbuduar mijëra egzoplanete, planete që rrotullohen rreth yjeve të tjerë, dhe asnjë prej tyre nuk ka një hënë si e jona. Natyrisht, ne nuk mund të shohim hënat e eksoplaneteve me teknologjinë aktuale. Ato janë shumë të vogla, shumë të errëta. Por nëse hënat artificiale janë të zakonshme, ne do të prisnin të shihnim disa shenja. Dhe nuk kemi. Këto janë argumente të forta dhe ato meritojnë respekt. Por ato nuk janë përgjigje definitive. Ato janë thjesht arsye për të qenë skeptik. Dhe skepticizmi është i shëndetshëm. Ai na mban të ndershëm. Ai na detyron të kërkojmë prova më të mira. Por skepticizmi nuk duhet të na verbojë ndaj mundësive, sepse historia e shkencës është plot me zbulime që dikur dukeshin të pamundura. Dikur njerëzit mendonin se toka ishte e sheshtë. Dikur ata mendonin se dielli rrotullohej rreth tokës. Dikur ata mendonin se atomet ishin grincat më të vogla të materjes. Dhe çdo herë shkenca provoi se ata gabonin. Pra pse të mos jetë mundur që ne të gabojmë edhe për hënën? Pse të mos jetë mundur që ajo të jetë diçka më shumë se sa një shkëmb i thjeshtë? Pse të mos jetë mundur që ajo të jetë një mesazh, një shenjë, një provë se ne nuk jemi vetëm? Këto janë pyetje që meritojnë të bëhen. Dhe ato janë pyetje që vetëm shkenca mund t'i përgjigjet. Jo filozofia, jo feja, jo spekulimi. Vetëm shkenca, me eksperimentet e saj, me të dhënat e saj, me metodën e saj rigoroze. Dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të kthehemi në hënë, jo për të provuar teori konspirative, por për të kërkuar të vërtetën, për të bërë eksperimentet që do të na japin përgjigje definitive, për të zbuduar një herë për gjithmonë se çfarë është hëna vërtet. Sepse në fund të fundit nuk ka rëndësi nëse hëna është natyrale apo artificiale. Ajo që ka rëndësi është se ne po kërkojmë, se ne po pyesim pyetje, se ne nuk kemi të kënaqur me përgjigje të thjeshta, se ne duam të dimë të vërtetën, pavarësisht se sa e çuditshme ose e frikshme mund të jetë ajo. Dhe kjo është ajo që na bën njerëz, jo inteligjenca jon, jo teknologjia jon, por kurreshtja jon, dëshira jon për të kuptuar, nevoja jon për të ditur se kush jemi, nga vim dhe çfarë është vendi ynë në këtë univers të pafund. Hëna është një mister, dhe ndoshta ajo do të mbetet një mister për gjithmonë. Por kjo nuk do të na ndalojë nga kërkimi, sepse kërkimi është ajo që na përcakton. Dhe sa kohë që ka mistere për të zgjidhur, ne do të vazhdojmë të kërkojmë. Por tani le të ndalemi, sepse ka diçka që duhet ta themi me zë të lartë. Diçka që shkencëtarët shpesh ngurrojnë ta pranojnë, dhe kjo është e thjeshtë. Ne nuk e dimë.
pas 54 vjetësh studimi, pas 6 misionesh me ekuipazh, pas mijëra kilogramësh mostra shkëmbinjsh, pas miliarda dolarësh investimi, ne ende nuk e dim se si u formua hëna. Ne ende nuk e dim pse ajo sillet në mënyrën që sillet. Ne ende nuk e dim se çfarë është ajo vërtet. Dhe kjo nuk është një dështim. Kjo është realiteti i shkencës. Shkenca nuk jep përgjigje absolute. Ajo jep modele, hipoteza, teori që përputhen me të dhënat që kemi në një moment të caktuar. Dhe kur të dhënat ndryshojnë, teoritë ndryshojnë. Kjo është forca e shkencës, jo dobësia e saj. Por le të jemi plotësisht të sinqert për atë që nuk dim, sepse lista është e gjatë dhe çdo pikë në këtë listë është një mister që sfidoi kuptimin ton të realitetit. Ne nuk dim pse hëna ka një densitet kaq të ulët, 3.34 gram për centimetër kub. Kjo është pothuajse gati 2 herë më e lehtë se sa duhet të jetë për një trup shkëmbor të madhësisë së saj. Teoria thot se ajo ka një bërtham të vogël metalike, por edhe kjo nuk shpjegon plotësisht ndryshimin. Është sikur brenda hënës ka hapësira që ne nuk mund t'i shohim, hapësira që nuk duhet të ekzistojnë. Ne nuk dim pse hëna tingëllon si një zilje kur godet. 3 ore 15 minuta rezonans pas përplasjes së Apollo 11, 3 ore 20 minuta pas Apollo 13. Valë seizmike që udhtojnë në përtrupin e hënës sikur të ishte një strukturë metalike e zbrazët. Në tokë, valët zhduken pas disa minutash. Në hënë, ato vazhdojnë për orë të tëra. Pse? Çfarë është brenda hënës që lejon këtë? Ne nuk dim pse hëna krijon eklipse perfekte. 1 në 100 herë më e vogël se dielli, 1 në 100 herë më afër tokës. Një përputhje matematikore kaq e përsosur sa duket e pamundur. Në të gjithë sistemin diellor, me 223 hëna të njohura, vetëm e jona bën këtë. Vetëm e jona krijon atë moment magjik kur dielli dhe hëna duken të kenë saktësisht të njëjtën madhësi në qiell. Çfarë janë shanset? 1 në sa milion? 1 në sa miliard? Ne nuk dim pse hëna ka një orbit kaq perfekte, pothuajse rrethore, e qëndrueshme për miliarda vjet, e kyqur në mënyrë që të na tregojë gjithmonë të njëjtën anë. Shumica e hënave në sistemin diellor kanë orbita kaotike, eliptike, të çrregullta, por jo e jona. E jona sillet sikur është vendosur atje me qëllim, sikur dikush e ka llogaritur saktësisht ku duhet të jetë. Ne nuk dim pse hëna ka një përbërje kimike pothuajse identike me tokën. Të njëjtat izotope oksigjeni, të njëjtat proporcione titanium, të njëjtat nënshkrime spektroskopike. Nëse ajo u formua nga një përplasje me një objekt tjetër, ajo duhet të kishte gjurmë nga ai objekt, por nuk ka. Është sikur hëna është bërë vetëm nga materiali i tokës. Por si? Teoria e përplasjes gjigante nuk mund ta shpjegojë këtë plotësisht. Ne nuk dim pse disa shkëmbinj të hënës janë më të vjetër se çdo shkëmb në tokë. 4 miliard e 700 milion vjet. Kjo do të thotë se ato u formuan para se toka të kishte një sipërfaqe të ngurtë, para se planeti Ynë të ishte diçka më shumë se një oqean magme. Si është e mundur? Si mund të jetë hëna më e vjetër se planeti që supozohet se e krijoi atë? Ne nuk dim pse hëna kishte një fushë magnetike kaq të fuqishme në të kaluarën dhe pastaj e humbi plotësisht. Shkëmbinjtë e hënës tregojnë se dikur ajo kishte një fushë më të fortë se ajo e tokës. Pastaj, në një moment të caktuar, ajo u fik, thjesht u shua. Në tokë, fusha magnetike ekziston sepse kemi një bërtham të shkrirë që rrotullohet, por hëna nuk ka një bërtham të tillë. Pra nga vinte fusha e saj dhe pse u shua? Ne nuk dim çfarë janë fenomenet tranzitore hënore, drita që shfaqen dhe zhduken, shkëlqime që zgjasin për orë. Më shumë se 2000 raporte të dokumentuara, disa nga astronaut, disa nga teleskop profesional. NASA i ka regjistruar. Por askush nuk mund të shpjegojë se çfarë janë. Reflektime të diellit, gaz që del nga brëndësia, diçka tjetër. Ne nuk dim çfarë është zona e diskontinuitetit në thellësi prej 60 kilometra. Valët seizmike ndryshojnë sjellje drastikisht në këtë thellësi. Disa zhduken plotësisht, të tjera reflektohen. Është sikur ka një kufi të mpreth, një ndryshim i papritur në strukturë.
Por çfarë është ky kufi? Një ndryshim në llojin e shkëmbit apo diçka më shumë? Ne nuk dim pse kratera e hënës janë kaq të cekta, 10 kilometra të gjera, por vetëm disa qindra metra të thella. Sikur sipërfaqja është e butë në krye, por shumë e fortë poshtë. Sikur ka një shtresë mbrojtëse që ndalon meteorët të depërtojnë thellë. Por çfarë është kjo shtresë? Pse janë shkëmbinjtë e hënës kaq shumë më të fortë se shkëmbinjtë e tokës? Ne nuk dim pse pluhuri i hënës është kaq i hollë. Para se astronautët të shkonin atje, shkencëtarët parashikuan metra pluhuri. Ata kishin frikë se modulet do të fundoseshin. Por pluhuri ishte vetëm disa centimetra i thellë. Kjo do thotë se ose hëna është shumë më e re se sa mendonim, ose diçka ka pastruar sipërfaqen. Por asnjë nga këto shpjegime nuk ka kuptim. Ne nuk dim pse hëna ka ujë, akull në kratera polare, molekula uji në pluhur, shenja të ujit të lëngshëm në thellësi. Për dekada mendonim se ajo ishte plotësisht e thatë. Tani e dim se nuk është. Por nga erdhi uji? Si mbijetoi në një mjedis kaq armiqësor? Dhe pse ka një nënshkrim izotopik të ngjashëm me ujin e tokës? Ne nuk dim çfarë janë tunelet e lavas. Sa të mëdha janë? Sa thellë shkojnë? Ku çojnë? A ka një rrjet të tërë tunelesh në sipërfaqe? A ka hapësira të mëdha boshe që ne nuk i kemi zbuduar ende? Këto tunele mund të shpjegojnë shumë nga anomalitë, por ne nuk mund t'i eksploroj ato pa të shkuar atje. Ne nuk dim pse hëna ka një bisht natriumi, mijëra kilometra i gjatë. Sasia e natriumit që po humbet është shumë më e madhe se sa pritej. A vjen nga sipërfaqja apo nga brendësia? A ka aktivitet të brendshëm që ne nuk e kuptojmë? A është hëna më e gjallë se sa mendonim? Dhe më e rëndësishmja, ne nuk dim nëse hëna është natyrale apo artificiale. Kjo t'ingëllon si një pyetje e çmendur, por le të jemi të sinqertë. Të dhënat nuk japin një përgjigje të qartë. Çdo anomali mund të shpjegohet individualisht me procese natyrale, por kur i shihni të gjitha së bashku, ato krijojnë një model që është i vështirë për t'u injoruar. Imagjinoni se ju jeni një detektiv. Ju po hetoni një sken krimi dhe ju gjeni një seri provash. Secila provë e marrëvecmas mund të shpjegohet. Një shenjë këmbe mund të jetë nga dikush që kaloi rastësisht. Një fije floku mund të jetë nga era. Një njoll gjaku mund të jetë nga një aksident. Por kur i shihni të gjitha së bashku, ato tregojnë një histori. Ato tregojnë një model. Dhe ky model sugjeron se diçka më shumë po ndodh. Kjo është situata me hënën. Çdo anomali e marrëvecmas mund të shpjegohet, por kur i shihni të gjitha së bashku, ato tregojnë një model që është i pazakontë. Një model që nuk përputhet plotësisht me asnjë teori të formimit natyror që kemi. Dhe kjo na çon te një pyetje më e thellë. Çfarë do të thotë natyrale? Kur ne themi se hëna është natyrale, ne nënkuptojmë se ajo u formua nga procese fizike që ne i kuptojmë. Graviteti, përplasjet, kondensimi, procese që ndodhin kudo në univers, pa nevojë për inteligjencë, pa nevojë për qëllim. Por çfarë nëse universi vet është i dizajnuar? Çfarë nëse ligjet e fizikës janë të vendosura në mënyrë që të lejojnë jetën të ekzistojë? Çfarë nëse konstante si shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, forca e gravitetit janë të rregulluara me saktësi për të krijuar kushtet e përsosura për jetën? Kjo quhet rregullimi i hollë i universit dhe është një nga misteret më të mëdha të fizikës moderne. Nëse konstante fizike do t'ishin edhe pak të ndryshme, universi nuk do të mund të mbante jetë. Yjet nuk do të formonin, atomet nuk do t'ishin të qëndrueshme, kimia nuk do të funksiononte, gjithçka do t'ishte kaos. Por universi nuk është kaos, ai është i rregulluar me saktësi të mahnitshme, dhe kjo ngre një pyetje. Pse? A është kjo një rastësi apo është dizajn? Disa shkencëtar thonë se është një rastësi. Ata thonë se ka një numër të pafund universish, secili me konstante të ndryshme, dhe ne ndodhemi në një që ka konstantet e duhura, sepse vetëm në një të tillë mund të ekzistojmë. Kjo quhet teoria e multivers, por kjo nuk është një shpjegim. Kjo është thjesht një mënyrë për të shmangur pyetjen, sepse edhe nëse ka një numër të pafund universish, kjo nuk shpjegon pse ligjet e fizikës janë të tilla që lejojnë universin ton të ekzistojë.
Kjo nuk shpjegon origjinën e ligjeve. Kjo nuk shpjegon pse ka diçka në vend ta zgjoje. Të tjerë shkencëtar thonë se është design, se universi është krijuar me qëllim, se ka një inteligjencë pas tij. Por kjo ngre pyetje të tjera. Kush është kjo inteligjencë? Nga erdhi ajo? Çfarë është qëllimi i saj? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës, në fushën e filozofisë, të metafizikës, të teologjisë. Dhe kjo është në rregull, sepse jo çdo pyetje ka një përgjigje shkencore. Disa pyetje janë thjesht shumë të mëdha, shumë të thella, për t'u përgjigur me eksperimente dhe matje. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së pyeturi. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të pranojmë ignorancën tonë dhe të vazhdojmë. Jo, kjo do të thotë se ne duhet të jemi të sinqert për kufizimet tona. Të pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim, të jemi të përullur përballë misterit. Dhe hëna është një mister i përsosur për këtë. Sepse ajo është aq afër, ne mund ta shohim çdo natë, ne mund ta studiojmë me teleskop. Ne kemi shkuar atje, ne kemi prekur sipërfaqen e saj. Ne kemi sjell mostra mbrapsht, dhe megjithatë, ajo mbetet një mister. Kjo na tregon diçka të rëndësishme për natyrën e njohurisë. Afërsia nuk do të thotë kuptim. Familjariteti nuk do të thotë njohuri. Ne mund të shohim diçka çdo ditë dhe ende të mos e kuptojmë atë. Ne mund të studiojmë diçka për dekada dhe ende të kemi pyetje. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Ka gjithmonë një mister tjetër që pret të zgjidhet. Por le të kthehemi te pyetja praktike. Çfarë mund të bëjmë për të marrë përgjigje? Çfarë eksperimentesh mund të bëjmë që do të na japin të dhëna definitive? E para, ne duhet të kthehemi në hën me astronaut. Jo për një vizitë të shkurtër, por për të qëndruar. Për të ndërtuar një bazë të përhershme. Për të vendosur pajisje që do të funksionojnë për vite, për dekada. Seizmografe të reja, më të sofistikuara, gravimetre që mund të matën ndryshime të vogla në gravitet, spektrometre që mund të analizojnë përbërjen kimike të shkëmbinjve në vend. E dyta, ne duhet të bëjmë vrima të thella, jo disa centimetra si ato të Apollos, por kilometra. Ne duhet të depërtojmë nëpër shtresave të sipërfaqes dhe të shohim se çfarë është poshtë. Nëse ka hapësira boshe, ne do t'i gjejmë. Nëse ka struktura të pazakonta, ne do t'i shohim. Nëse ka diçka që nuk duhet të jetë atje, ne do ta zbulojmë. E treta, ne duhet të eksplorojmë tunelet e lavas, të dërgojmë robot, dron, astronaut në këto tunele, të shohim se sa thellë shkojnë, të shohim ku çojnë, të shohim nëse ka hapësira më të mëdha, dhoma, struktura që ne nuk i kemi parë ende. E katërta, ne duhet të përdorim teknologji të reja si muon tomografi, të shohim nëpër hënës pa e prekur atë. Të krijojmë një hartë tredimensionale të brendësisë, të identifikoj çdo anomali, çdo strukturë të pazakont, çdo gjë që nuk përputhet me modelin. E pesta, ne duhet të vendosim një rrjet global seizmografësh, jo vetëm në anën që shohim ne, por në të gjithë sipërfaqen, në anën e pasme, në pole, në ekuator, kudo. Kjo do të na jepte një pamje të plotë të brendësisë. Do të na lejonte të shihnim se si valët seizmike udhtojnë nëpër hënës. Do të na jepte përgjigje definitive për strukturën e brendshme. Dhe e gjashta, ne duhet të studiojmë fenomenet tranzitore hënore në kohë reale. Të vendosim kamera, sensor, pajisje që mund të kapin këto drita kur ato ndodhin, të analizoj spektrin e tyre, të matin intensitetin e tyre, të përcaktoj origjinën e tyre, të zbuloj një herë për gjithmonë se çfarë janë. Këto eksperimente janë të mundshme, ne kemi teknologjinë, ne kemi njohuritë. Ajo që na mungon është vullneti. Vullneti për të investuar burimet, vullneti për të marrë rreziqe, vullneti për të kërkuar të vërtetën, pavarësisht se ku ajo mund të na çojë. Sepse ja e vërteta. Ne kemi frikë. Frikë se mund të zbulojmë diçka që ndryshon gjithçka. Diçka që sfidoj çdo besim që kemi për vendin ton në univers, diçka që na detyron të rishikojmë çdo teori, çdo model, çdo mënyrë të menduari për realitetin. Por kjo frikë nuk duhet të na ndalojë, sepse e vërteta është më e rëndësishme se rehati. Njohuritë janë më të vlefshme se ignoranca, dhe kurreshtja është më e fortë se frika.
Hëna është atje. Ajo pret. Ajo ka qenë atje për miliarda vjet, duke na vështruar, duke na ndriçuar netët, duke krijuar baticën dhe zbaticën, duke stabilizuar planetin ton, duke bërë jetën të mundur. Dhe tani është koha që ne t'i kthejmë vizitën, jo si vizitor, por si kërkues, jo si turist, por si shkencëtar, jo për të admiruar, por për të kuptuar. Sepse në fundit, hëna nuk është vetëm një objekt në qiell. Ajo është një pjesë e historisë son. Ajo është një pjesë e ekzistencës son. Ajo është një pjesë e asaj që na bën atë që jemi. Dhe ne i detyrohemi vetes son të zbulojmë të vërtetën për të. Ndoshta ne do të zbulojmë se ajo është plotësisht natyrale, se çdo anomali ka një shpjegim të thjeshtë, se teoria e përplasjes gjigante është e saktë dhe ne thjesht nuk e kemi kuptuar plotësisht ende. Nëse kjo është e vërteta, ne do ta pranojmë, sepse e vërteta është ajo që kërkojmë, jo konfirmimi i besimeve tona. Por ndoshta ne do të zbulojmë diçka tjetër, diçka që ne nuk e prinim, diçka që ndryshon gjithçka. Dhe nëse kjo ndodh, ne duhet jemi gati. Gati të pranojmë të vërtetën, pavarësisht se sa e çuditshme ajo mund të jetë. Gati të rishikojmë çdo gjë që mendonim se dinim. Gati të hyjmë në një epokë të re të kuptimit. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo forca jon fizike, jo madhësia jon, por aftësia jon për të pyetur pyetje. Aftësia jon për të kërkuar përgjigje. Aftësia jon për të pranuar se ne nuk dim gjithçka dhe se kjo është në rregull. Hëna është një mister dhe ndoshta ajo do të mbetet një mister për gjithmonë. Por kjo nuk do të na ndalojë nga kërkimi, sepse kërkimi është ajo që na përcakton. Dhe sa kohë që ka mistere për të zgjidhur, ne do të vazhdojmë të kërkojmë. Sepse në errësirën e natës, kur hëna ngrihet mbi horizont, ajo nuk është vetëm një dritë në qiell. Ajo është një pyetje, një sfidë, një ftesë. Një ftesë për të parë përtej asaj që dim, për të imagjinuar përtej asaj që besojmë, për të kërkuar përtej asaj që kemi guxuar të kërkojmë më parë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kur ne përfundimisht zbulojmë të vërtetën për hënën, ne do të zbulojmë diçka edhe më të rëndësishme. Ne do të zbulojmë diçka për veten tonë, për vendin tonë në univers, për kuptimin e ekzistencës son. Sepse në fundit, çdo pyetje që bëjmë për hënën është një pyetje që bëjmë për veten tonë. Çdo mister që përpiqemi të zgjidhim është një mister që na çon më afër kuptimit të asaj që do të thotë të jesh njeri. Çdo zbulim që bëjmë është një hap drejt vetëdijes më të madhe për vendin ton në këtë univers të pafund. Hëna pret, përgjigjet presin, e vërteta pret. Dhe ne, me gjithë kureshtjen ton, me gjithë guximin ton, me gjithë vendosmërinë ton, do të vazhdojmë të kërkojmë, sepse kjo është ajo që na bën njerëz, dhe kjo është ajo që do të na çojë drejt yjeve. Por tani, le të ndalemi në një vend të ndryshëm, sepse ka diçka që duhet ta themi, diçka që shkon përtej shkencës, përtej fakteve, përtej të dhënave, diçka që prek thelbin e asaj që do të thotë të jesh i vetëdijshëm në këtë univers. Kur ne shohim hënën, ne nuk shohim vetëm një objekt qiellor, ne shohim një pasqyrë. Një pasqyrë të pyetjeve tona më të thella, një pasqyrë të kufizimeve tona, një pasqyrë të kureshtjes son të pafund. Sepse ja paradoksi i çuditshëm. Sa më shumë e studiojmë hënën, aq më shumë ajo na tregon për veten tonë. Çdo anomali që zbudojmë nuk është vetëm një fakt për hënën, është një zbulim për natyrën e njohurisë. Çdo pyetje që bëjmë nuk është vetëm një pyetje shkencore, është një pyetje ekzistenciale. Le të mendojmë për këtë në një mënyrë të ndryshme. Le të mendojmë për ndërgjegjen. Ju jeni të vetëdijshëm, ju e dini se ekzistoni, ju e përjetoni realitetin. Por çfarë është ndërgjegja? Nga vjen ajo? Pse ekziston? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Ne mund të hartojmë trurin, ne mund të matim aktivitetin neural, ne mund të identifikojmë zonat që aktivizohen kur ju mendoni, ndjeni, vendosni. Por ne nuk mund të shpjegojmë pse këto procese fizike krijojnë përvojën subjektive të qenit ju. Filozofët e quajnë këtë problemi i vështirë i ndërgjegjes.
dhe është një nga misteret më të mëdha të ekzistencës. Sepse ndërgjegja nuk duket se duhet të ekzistojë. Një robot mund të bëjë gjithçka që bën një njeri, pa qenë i vetëdijshëm. Ai mund të përpunojë informacion, ai mund të marrë vendime, ai mund të reagojë ndaj mjedisit. Por a do të përjetojë diçka? A do të ketë një unë i brendshëm? Ne nuk e dim. Dhe kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. A është ndërgjegja një produkt i kompleksitetit? A shfaqet ajo automatikisht kur një sistem bëhet mjaft i ndërlikuar? Apo është ajo diçka më shumë, diçka fundamentale, diçka që ekziston në nivelin më bazë të realitetit? Disa fizikanë kanë propozuar se ndërgjegja nuk është një produkt i trurit, se ajo është një pronë e vetë universit, se çdo grimcë, çdo atom, çdo fushë ka një shkallë të vogël ndërgjegjeje. Dhe kur këto grimca organizohen në struktura komplekse si truri, kjo ndërgjegje kolektive krijon atë që ne e përjetojmë si vetëdijen. Kjo quhet panpsikizëm. Dhe tingëllon e çmendur. Por jo më e çmendur se alternativa. Sepse nëse ndërgjegja nuk është fundamentale, nëse ajo shfaqet vetëm në trur, atëherë si? Si mund materia e pajet, atomet që nuk kanë asnjë përvojë subjektive, të krijojnë diçka kaq të ndryshme si ndërgjegja? Dhe kjo na çon mbrapsht te hëna. Sepse nëse ndërgjegja është fundamentale, nëse ajo ekziston në nivelin më bazë të realitetit, atëherë çdo gjë në univers ka një shkallë të brendshmërisë. Çdo gjë përjeton diçka, edhe nëse kjo përvojë është jashtëzakonisht e thjeshtë, jashtëzakonisht e ndryshme nga e jona. A ka hëna një lloj ndërgjegjeje? Jo në kuptimin njerëzor, jo në kuptimin e të menduarit, të ndjenjës, të vendosjes, por ndoshta në një kuptim më themelor. Ndoshta ajo di se ekziston. Ndoshta ajo përjeton tërheqjen e tokës, rrezatimin e diellit, përplasjet e meteorëve. Ndoshta ajo është një pjesë e rrjetit kozmik të ndërgjegjes që lidh gjithçka. Kjo tingëllon si misticizëm, por le të jemi të qartë. Kjo nuk është misticizëm. Kjo është një hipotezë filozofike e bazuar në problemin e vështirë të ndërgjegjes. Dhe është një hipotezë që disa nga fizikanët dhe filozofët më të respektuar të botës e marrin seriozisht. Sepse ja e vërteta, ne nuk e dim se çfarë është realiteti. Ne mendojmë se e dim. Ne shohim objekte të ngurta, ne ndjejmë sipërfaqe të forta. Ne përjetojmë një botë që duket e qartë, e definuar, e sigurt, por fizika kuantike na tregon se kjo është një iluzion. Në nivelin kuantik, realiteti nuk është i ngurtë, ai nuk është i definuar. Grimcat ekzistojnë në një gjendje të superpozicionit, duke qenë në shumë vende njëkohësisht derisa të vëzhgohen. Valët sillen si grimca, grimcat sillen si val. Objektet mund të jenë të ndërthurura, të lidhura në mënyra që sfidojnë çdo kuptim intuitiv të hapësirës dhe kohës. Dhe më e çuditshme, vëzhgjimi ndryshon realitetin. Akti i matjes, akti i vëzhgjimit, shkakton që një grimcë të zgjedhë një gjendje specifike. Para vëzhgjimit, ajo ekziston në të gjitha gjendjet të mundshme njëkohësisht. Pas vëzhgjimit, ajo ekziston vetëm në një. Çfarë do të thotë kjo? A do të thotë se ndërgjegja krijon realitetin? A do të thotë se pa vëzhgues, universi nuk do të ekzistonte në një formë të definuar? Këto janë pyetje që fizikanët kanë debatuar për një shekull dhe ende nuk ka një përgjigje të pranuar. Por le të mendojmë për implikimin. Nëse vëzhgjimi ndryshon realitetin, atëherë çdo herë që ne shohim hënën, ne po ndikojmë në të. Jo në një mënyrë të dukshme, jo në një mënyrë që mund të matet me pajisjet tona aktuale, por në nivelin kuantik, në nivelin më themelor të realitetit, akti i vëzhgjimit ton po krijon një ndryshim. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë hëna nuk është thjesht një objekt që ne studiojmë. Ajo është një pjesë e një sistemi më të madh që përfshin ne. Ajo është një pjesë e një dialogu kozmik midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit. Ajo është një pjesë e një procesi ku ndërgjegja dhe materia janë të ndërthurura në mënyra që ne sapo po fillojmë të kuptojmë. Le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për kohën. Ne përjetojmë kohën si një rrjedhë lineare. E kaluara ka ndodhur, e tashmia po ndodh, e ardhmja do të ndodh.
Kjo duket e qartë, kjo duket e vetkuptueshme, por fizika na tregon se kjo është një iluzion. Sipas relativitetit të Einsteinit, koha nuk është absolute. Ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme në varësi të shpejtësisë dhe gravitetit. Nëse ju udhtoni me shpejtësi të lartë, koha ngadalsohet për ju. Nëse ju jeni afër një objekti masiv, koha ngadalsohet për ju. Kjo nuk është teori, kjo është fakt i verifikuar me eksperimente. Dhe më e çuditshme, e kaluara, e tashmia dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht. Ato janë të gjitha pjesë e një strukture 4-dimensionale të quajtur hapës kohë. Nuk ka një tani universal. Çdo vëzhgues ka tanin e tij në varësi të pozicionit dhe shpejtësisë. Çfarë do të thotë kjo për hënën? Do të thotë se çdo moment i historisë së hënës ekziston ende. Momenti kur ajo u formua, momenti kur astronautët zbarkuan, momenti kur ju po e shikoni tani. Të gjitha këto momente janë po aq reale, ato janë thjesht në vende të ndryshme në hapës kohë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë e kaluara nuk ka shkuar. Ajo është ende atje, në një kuptim të caktuar. Dhe e ardhmja nuk është ende për të ardhur. Ajo është tashmë atje, duke pritur të përjetohet. Kjo na çon te një pyetje filozofike të thellë. A kemi ne vullne të lirë? Nëse e ardhmja tashmë ekziston, nëse çdo moment i historisë është i fiksuar në hapës kohë, atëherë a kemi ne vërtet zgjedhje? Apo jemi thjesht duke përjetuar një rrugë të paraqaktuar? Fizika nuk mund ta përgjigjet këtë, sepse edhe nëse e ardhmja ekziston në hapës kohë, ne nuk mund ta shohim atë. Ne përjetojmë kohën si një rrjedhë lineare dhe brenda kësaj përvojeje ne bëjmë zgjedhje, ne vendosim, ne veprojmë dhe këto veprime kanë pasoja. Pra, ndoshta pyetja e gabuar është, a kemi vullnet të lirë? Ndoshta pyetja e duhur është, çfarë do të thotë të kesh vullnet të lirë në një univers ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë njëkohësisht? Dhe kjo na çon mbrapsht te hëna, sepse hëna është një simbol i kësaj pyetjeje. Ajo ka qenë atje për miliarda vjet, ajo do të jetë atje për miliarda vjet të tjera. Ajo ekziston në një shkallë kohore që e bën jetën tonë të duket si një qast, dhe megjithatë, në atë qast, ne kemi aftësinë të studiojmë atë, të kuptojmë atë, të bëjmë pyetje për të. Kjo është fuqia e ndërgjegjes. Jo se ajo mund të ndryshojë universin në mënyra të mëdha, por se ajo mund ta kuptojë atë. Ajo mund ta përjetojë atë. Ajo mund ta vlerësojë atë. Le të kthehemi te pyetja që kemi shmangur. A është hëna artificiale? Pas gjithçkaje që kemi diskutuar, pas të gjitha fakteve, të gjitha anomalive, të gjitha pyetjeve, përgjigja është e thjeshtë. Ne nuk e dim. Por le të jemi të sinqertë për atë që kjo pyetje vërtet po pyet. Ajo nuk po pyet vetëm nëse hëna u ndërtua nga dikush. Ajo po pyet diçka më të thellë. Ajo po pyet, a ka qëllim në univers? A ka inteligjencë përtej asaj që ne njohim? A jemi ne vetëm? Apo jemi pjesë e diçkaje më të madhe? Këto pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet plotësisht, sepse shkenca merret me atë që mund të matet. Ajo merret me atë që mund të testohet. Ajo merret me atë që mund të verifikohet. Por qëllimi, kuptimi, inteligjenca kozmike, këto janë përtej fushës së shkencës. Megjithatë, shkenca mund të na japë indicie. Ajo mund të na tregojë se universi është i rregulluar me saktësi për jetën. Ajo mund të na tregojë se ndërgjegja është një mister që nuk mund të shpjegohet plotësisht me procese fizike. Ajo mund të na tregojë se realiteti është shumë më i çuditshëm, shumë më i thellë, shumë më misteroz se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe hëna, me të gjitha anomalitë e saj, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha pyetjet e saj të papërgjigjura, është një simbol i përsosur i këtij misteri. Ndoshta hëna është plotësisht natyrale. Ndoshta çdo anomali ka një shpjegim të thjeshtë që ne thjesht nuk e kemi zbuduar ende. Ndoshta teoria e përklasjes gjigante është e saktë dhe ne thjesht duhet të rafinojmë modelin. Ose ndoshta hëna është diçka më shumë. Ndoshta ajo është një mesazh, një shenjë, një ftesë për të parë përtej asaj që dim, për të imagjinuar përtej asaj që besojmë, për të pranuar se universi
mund të jetë shumë më i çuditshëm se sa mund ta konceptojmë. Por ja e vërteta, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi nëse hëna është natyrale apo artificiale, sepse në të dy rastet ajo na mëson të njëjtën mësim. Ajo na mëson se ka gjëra që ne nuk i dim. Ajo na mëson se universi është plot me mister. Ajo na mëson se sa më shumë mësojmë, aq më shumë zbulojmë se sa pak e dim. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, ka gjithmonë më shumë për të mësuar, ka gjithmonë një mister tjetër që pret të zgjidhet. Le të kthehemi te fillimi. Kujtoni se si filluam këtë udhtim. Tani, pas gjithçkaje që kemi diskutuar, pas të gjitha fakteve, të gjitha teorive, të gjitha pyetjeve, ai objekt është ende atje. Hëna është ende mbi kokën tuaj. Ajo është ende duke u rrotulluar rreth tokës. Ajo është ende duke krijuar baticën dhe zbaticën. Ajo është ende duke stabilizuar boshtin ton. Ajo është ende duke bërë jetën të mundur. Por tani ju e shikoni atë ndryshe. Tani ju e dini se ajo nuk është thjesht një shkëmb i thjesht. Ajo është një mister, një paradoks, një pyetje që nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Dhe kjo është pikërisht ajo që duhet të jetë. Sepse misteret janë ato që na mbajnë duke kërkuar. Pyetjet janë ato që na mbajnë duke menduar. Paradokset janë ato që na mbajnë duke u përpjekur të kuptojmë. Pa hënën, ne nuk do të ishim këtu. Kjo është fakt shkencor. Por ka diçka më të thellë. Pa hënën, ne nuk do të kishim këtë pyetje për të bërë. Ne nuk do të kishim këtë mister për të zgjidhur. Ne nuk do të kishim këtë ftesë për të parë përtej asaj që dim. Sepse në fund të fundit, hena nuk është vetëm një objekt në qiell. Ajo është një pasqyrë. Një pasqyrë e kurreshtjes son, një pasqyrë e kufizimeve tona, një pasqyrë e potencialit ton. Kur ne shohim henën, ne shohim veten ton. Ne shohim një specie që ka evoluar nga baktere të thjeshta në qenie të vetëdijshme që mund të bëjnë pyetje për origjinën e universit. Ne shohim një specie që ka ndërtuar raketa për të udhëtuar në hapësirë, që ka prekur sipërfaqen e një bote tjetër, që ka sjell mostra mbrapsht për të studiuar, dhe ne shohim një specie që ende ka shumë për të mësuar, që ende ka pyetje për të bërë, që ende ka mistere për të zgjidhur. Kjo është bukuria e ekzistencës njerëzore. Jo se ne dim gjithçka, por se ne dim se nuk dim gjithçka. Dhe kjo na bën të dëshirojmë të mësojmë më shumë. Hëna do të jetë atje nesër. Ajo do të jetë atje pas një viti. Ajo do të jetë atje pas një shekuli. Dhe çdo herë që ne e shohim atë, ne do të kemi mundësinë të bëjmë të njëjtën zgjedhje që kemi bërë gjatë gjithë historisë son. Ne mund të shohim një shkëmb të thjeshtë, ose ne mund të shohim një mister. Ne mund të pranojmë shpjegimet e thjeshta, ose ne mund të bëjmë pyetje më të thella. Ne mund të jemi të kënaqur me atë që dim, ose ne mund të kërkojmë atë që nuk dim. Zgjedhja është e jona. Dhe kjo zgjedhje përcakton jo vetëm se çfarë do të zbulojmë për hënën, ajo përcakton se çfarë do të zbulojmë për veten tonë. Sepse në fund të fundit, çdo pyetje që bëjmë për universin është një pyetje që bëjmë për veten tonë. Çdo mister që përpiqemi të zgjidhim është një hap drejt vetëdijes më të madhe për vendin tonë në këtë realitet të pafund. Dhe ndoshta kjo është përgjigjja e vërtet për pyetjen U, Q, U, O, T, E, 69. Ndoshta pyetja e gabuar është nëse ajo u ndërtua nga dikush. Ndoshta pyetja e duhur është çfarë na mëson ajo për natyrën e realitetit, çfarë na tregon ajo për kufizimet e njohurisë son, çfarë na fton ajo të zbulojmë. Dhe përgjigjja për këtë pyetje është e qartë. Hëna na mëson se universi është më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Ajo na tregon se ka gjëra që ne nuk i dim dhe ndoshta nuk do t'i dim kurrë plotësisht. Ajo na fton të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të mrekullohemi. Sepse mrekullimi është fillimi i të gjitha zburimeve. Kurreshtja është motori i të gjithë progresit. Dhe pranoni se ne nuk dim është fillimi i të gjithë urtësisë. Pra sonte kur ju shikoni lart dhe shihni hënën, mos e shikoni atë si një shkëmb të thjeshtë. Shikojeni atë si një pyetje, një ftesë, një mister që pret të zgjidhet. Dhe kujtoni, ju jeni pjesë e një specie që ka aftësinë të bëjë pyetje për universin.
Ju jeni pjesë e një specie që ka prekur botë të tjera. Ju jeni pjesë e një specie që nuk ndalet kurrë së kërkuari. Kjo është fuqia jonë. Kjo është bukuria jonë. Kjo është ajo që na bën njerëz. Dhe hëna, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha anomalitë e saj, me të gjitha pyetjet e saj të papërgjigjura, është një kujtesë e përsosur e kësaj fuqie. Ajo është atje. Ajo pret. Dhe ne, me gjithë kurreshtjen ton, me gjithë guximin ton, me gjithë vendosmërinë ton, do të vazhdojmë të kërkojmë, sepse kjo është ajo që na bën njerëz.